icebergu është ajo që qytetarët kanë ndjekur përmes medias. Por fija e kësaj afere me qindra milion euro mbahen nga duart e dy humbarëve, Edi Rama dhe Ilir Meta. I ftoj të gjithë kryetarët e partive parlamentare të kërkojmë në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të jenë të angazhuara dhe të krijojmë jurisdiksion të veçantë prokurorëve amerikanë për të ndihmuar në zbardhjen e kësaj çështje. Kam informacion tjetër që zoti Meta po punon për një vizitë niveli shumë të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ka marrëdhënie të shkëlqyera me ndërkombëtarët. Vetëm mos u shqetësoni se do të jem shumë shpejt pas 3 javësh do të kemi mundësinë të komunikojmë edhe me ju, edhe nga Washingtoni. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrinj. Çfarë po ndodh me skenën politike? Cilët skenar duke se do të marrin më shumë krah, më shumë njehon në ditët e ardhshme dhe çfarë po ndodh brenda majorancës? Këto fjalësha tepër interesante përmendur nga kreu i kuvendit dhe i LSI-s Ilir Meta nga Çorovota për qeveri Rama Meta, Meta Meta, për opozit Basha Rama, përflitet gjithashtu në zëra të ndryshëm në tavolina të mirë informuar të Tiranës edhe për një skenar të mundshëm të zgjedhjeve të parakoshme, arrestime të mundshme të pritshme, por çfarë do ndodh realisht? Kam dy analistë të nderuar në studio dhe cilët janë ata. Henry Qili, politolog dhe drejtues i Universitetit Evropian të Tiranës. Ajo që po ndodh kohët e fundit është një rimodelim i skenës politike. Çështja do të jetë se cila do të jetë formula dhe majoranca e re e vitit 2017. Dhe kjo është në kokën e kryeministrit Rama. Për sa i përket opozitës, Basha është në përpjekjet e para për të ndërtuar një leadership të tij. Palishmëria sigurisht duhet luftuar, por jo në kurisë të prishjes së paqes sociale. Ilir Kulla, analist, ekspert për çështjet e sigurisë. Afera e Qez është një sulm kundër Ilir Metës, jo për hir të së shkuarës së tij, por për hir të së tashmes dhe së ardhmes duke parë rritjen e tij në vota. Dikush po kërkon ta bëjë kurban të korrupsionit. Sezoni i ri politik ka filluar me vrull, por sprintierët e vërtetë të politikës nuk kanë hyrë ende në lojë. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni këtu. Kulla, nga e dije që do të shkonte zoti Meta në Amerikë? E the para 3 javësh në këtë studio. Ne jemi miq vjetër, ju e dini që unë di shumë gjëra, unë di çfarë bëhet në Siri sonde, jo çfarë bëhet në Shqipëri. Nëse e di që ndodh në Siri, mund t'i ndihmonim pak? Mos ishte aq shumë val fluksi Për Sirin apo për vizitën e Metës? Për Sirin, meqense e preke. Ndërsa për vizitën e Metës, di se me cilën autoritet do takohet atje? Di që ka një ftesë zyrtare nga zyrtar shumë të lartë në Kongres, në Komisionin e Sigurisë Kombëtare dhe të Antiterrorizmit. Megjithatë, kjo është informacion që di unë, duhet i referoj në zyrës shtypit të kryetarit parlamentit. Ndryshe nga Ilir Ilva, unë nuk di asgjë, po ndoshta mund të analizoj diçka. Edhe para se të vazhdojmë direkt në temë, duhet të komplimentoja për kam disa kohë pa ardhur në emision, për emisionin, për vazhdimin e tij dhe rritjen e vazhdueshme të cilësisë edhe pasurimin e debatit publik në mënyrë të përnathshme tek Tonight. Faleminderit. Qili, çfarë mendon që po ndodh aktualisht në politikë? Ka lëvizje të rëndësishme? Po, ka lëvizje shumë të rëndësishme dhe po themi aspekti juridik ose sensi i drejtësisë në lidhje me çështjen e Qez nuk është gjë tjetër veç se një manifestim i jashtëm i një fenomeni politik që lëviz underground, madje del gjithmonë më shumë underground, mbi ground. Në sipërfaqe. Po themi përdor termat e Ilir Metës për një ekuilibër të ri politik. Më shumë se për një ekuilibër të ri politik brenda vendit, për një, siç e kishit cituar dhe ju nga ajo prezenca ime në media, për një formulë të re, me anë të së cilës Edi Rama në zgjedhjet 2017 ose më përpara do donte ose do dëshironte ti paraqitej popullit shqiptar në ballafaqimin më të afërt elektoral, shkak i së cilit është ai vet ose si thua që ka dorë ta shkaktojë ai vet. Kjo për mua është pak a shumë gjë. Nga pikpamja e opozitës duket një lloj
në yshtjen e ndërkombëtarëve, po dhe me pak të ambicjes vete të tjerë, duket një farë profilizimi i Lulzim Bashës për të krijuar një identitet, për të qenë ai negociatori, për të bërë ai lëshimet ose kompromiset e duhura në raport me kontekstin e përgjithshëm, sidomos në raport me ndërkombëtarët. Kjo mendoj se po ndodh. Dhe pasoja do t'i diskutojmë pak më vonë. Kulla, i shikon këto ndryshimet e tij në të njëjtën optik apo Jo, unë i kam shprehur ato mendimet e mia për çështjen fjalë. Votat e shumta të Ilir Metës dhe rritja e tij e pandryshueshme në rritje në 10 vjet nga 2005 që ka bërë zgjedhjet e para deri tani, tregojnë që nëse vazhdohet me këtë skem, në zgjedhjet e ardhshme, kurdo qofshin ato, parakohshme apo në kohë, Ilir Meta është fitues e zgjedhjeve dhe është kryeministër. Kuptimin që o me të majtën, o me të djathën, nuk ka formulë tjetër me këtë formulë, siç e shpjegoi dhe Henri. Ai është fitues e zgjedhjeve dhe do jetë kryeministër. Si parti që do bëj koalicion, besoj. Po patjetër, po kjo gjë vën alarm. Kjo gjë vën alarm rreth parë njëherë opozitën, sepse me këtë lloj formati dhe me këtë lloj formule, PS-ja dhe LSI-ja bashkë e bëjnë këtë opozitë rri 20 vjet në opozitë. Dhe jo Lulzim Bashën e Sali Berishën, po dhe ata që janë nga te forumi rinor i Partisë Demokratike sot, i bie që të rriten edhe të vazhdojnë të jenë në opozitë. Në një lloj formati kjo krijon shqetësim ndoshta edhe te një pjesë e faktorit ndërkombëtar, që kuptojnë që me këtë lloj formule nuk ka ndonjëherë ndryshim pushteti. Por ka edhe ego dhe interesa tjera të cilat shojnë që me një forcim më teshëm të LSI-së dhe me forcimin e Ilir Metës, shojnë edhe ndryshimin e raporteve brenda forcave të tyre politike, konkretisht edhe brenda Partisë Socialiste, duke patur parasysh që PS-ja e sotshme nuk është PS-ja 10 vjetëve më parë, dhe rilindëset e sotshëm të PS-s apo dhe një pjesë e rilindësave të LSI-së nuk është se e shohin domethënë këtë rritje kaq shumë të madhe të LSI-së që nuk e ka pritur kush. Edhe aq më tepër që e presin për shembull në zgjedhjet e ardhshme, atëherë duhen gjetur disa formula të cilat nuk janë tashmë politike dhe kalohet në formula tipike të ngjashme edhe me grushtetin nëse do donin, domethënë juridike, për t'ia hequr nga fuqinë politike, domethënë një faktori politik në rastin konkret. Përmes skandaleve, përmes këtyre jo vetëm përmes skandaleve, por edhe nëpërmjet instrumentave juridik kushtetues, të cilët po hidhen tani për t'u ndryshuar. Ne kemi parë një herë këtë skenë, nëse ju kujtohet, në 2008 kur ndryshua kushtetuta dhe Ilir Meta ishte i vetmi që hyri bashkë me një grup njerëzish dhe bëri një grevurie. E kanë harruar shumët njerëz atë grevurie. Edhe Ilir Meta ka qenë edhe aktori kryesor i 2 mandateve në opozitë të Partisë Socialiste. 2005-2009, 2009-2013. Kështu që e kanë gjithë qartë që nëse Ilir Meta i la në opozitë të majtët me 70.000 vota, me 230.000-235.000 vota sot, i lënë opozitë gjithashtu për shumë kohë. Kështu që në një lloj formati bashkohen shumë palë, brenda dhe jashtë politikës, brenda dhe jashtë biznesit, cilët identifikojnë Ilir Metën si problem. Në fakt, kjo gjë nuk do të kishte ndodhur sikur rritja e tij në zgjedhjet e fundit vendore të mos kishte qenë kaq e madhe. Por ama keni kujdes, ka edhe brenda Partisë Socialiste shumë njerëz janë shqetësuar që nëse do të shkonin në një konflikt me Ilir Metën, kjo gjë do të krijonte probleme dhe humbje brenda Partisë Socialiste, sepse një pjesë e madhe socialistëve nuk do ishin të lumtur që të bënin qeveri me PD-n ose me Lulzim Bashën. Sigurisht që skenari që paraqiti Iliri që ndoshta di dhe më shumë, është një skenar i cili thojza nuk më duket politikisht zyrtar ose zyrtarisht politik. Pse? Sigurisht çdo parti do të bëhet forcë e madhe, do të qeverisë përgjithmonë etj. Dhe brenda kësaj ambicie është natyrisht LSI-ja të kërkojë më shumë. Por nuk më duket se jemi brenda kësaj formule. Nëse është kështu, po e marr të mirë qenë formulën që propozoi ose që parashikoi Iliri, atëherë lufta e PD-s e PS-s bashkë me të etj ndaj LSI-s që ka shumë legjitime dhe që ka shumë po themi shumë e vërtet, sepse në thonjza politikisht dy duar për një kokë janë, si në bashkëtesën e përditshme. Pra, qofse LSI do t'i zërë vendin një prej partive të mëdha, o PS-s o PD-s, më së shumti PD-s. Një pjesë territorit ju e keni parë, PD ka dalë forcë tretë. Po, patjetër. Me edhe në zgjedhje lokale është kontekst krejtësisht tjetër. LSI nuk mund të jetë forcë e dytë as e parë në Shqipëri, pa ndodhur diçka tjetër e rëndësishme, as në 20 zgjedhje, dhe Partia Demokratike nuk mund të jetë forcë e tretë në Shqipëri, se ndryshe
të mbyllim dosjet edhe në nivel kombëtar, thua. Nivel kombëtar, nuk mund të jetë në zgjedhje parlamentare, ndryshe të mbyllim dosjet, do lëm dhe zanatin dhe shkencat politike kështu me radhë. Nuk ka sens. Pra, po që është kjo gjë, atëherë pse që nga nëvënuar, edhe nuk e di pse s'del PS hapur. Jo, kur thua që atëherë është e legjitimuar nëse ka vërtet një PS atëherë në koalicion, atëherë nuk ka koalicion, po ka një konkurrencë, ka një garë, atëherë të shkojmë para popullit, LSI të dalë vetëm dhe të kërkoj atë gjën që do, domethënë atë objektivin që do, që është shumë legjitim, me etën kryeministër, LSI forcë udhëheqëse etj. Nuk më duket kështu, ose nëse është kështu në të vërtetë dhe po themi është kapur loja, atëherë kjo që ka një luftë shumë legjitime. Mua më duket po themi një hiperbol kjo gjë, por ajo që më duket e vërtet është kjo. Shihet se mazhorancës i ka shteruar resursi ose burimi ose energjia o morali quheni po doni, morali politik i kompromisit të 1 prillit. Pra i rri ngushtë marrëveshja e 1 prillit. Marrëveshja e 1 prillit. Përkundër, ato mendoj një gjë krejt tjetër. Mendoj që Edi Rama, kryeministri Rama, personalisht Rama dhe forcat e tij politike janë në trend, ende në trend, janë në një fuqi politike shumë të madhe për të mira, për të keq, le ta diskutojmë, ose ajtë përpiqemi si ta shfrytëzojmë për mirë, dhe nuk shtrohet kjo agjendë. Shtrohet çështja e një modelimi të ri. Së dyti, të mos harrojmë një faktor tjetër. Ne jemi një vend integruar, quasi integruar, thuajse integruar plotësisht. Me status të hapur apo me status kandidat nuk është në gjë e madhe. Faktori ndërkombëtar ka një rol shumë të rëndësishëm që ne kemi dorëzuar vetë këtë dhe shqyr që kemi dorëzuar këtë sovranitet. Dhe faktori ndërkombëtar kërkon rolin e vet ose pikpamjen e vet ose një pjesë të pikpamjes vet në shkëmbim të ndihmave, mbështetjes, rritjes procesit integrimit, pranimit më shumë emigrantëve e kështu me radhë. Ose në organizime ndërkombëtare kemi FMN në përkëmbë, Bankën Botërore, nevojën për injeksione, nevojën për krizë, për dalje nga kriza. Pra, mos të harrojmë dhe këtë faktor të rëndësishëm. Pra, nuk mendoj se po ndodh ajo gjë që thot Iliri, por po ndodh një nevojë për një riekuilibrim të skenës politike, sigurisht për të frenuar ose për të identifikuar ambicjet e LSI-s, dhe së dyti, ajo që Iliri ka të drejtë, po kërkohen mjete ekstra politike për ta përballuar këtë gjë. Me këtë nënkupton dosjet, kërcënim për... Me fjallën mjete ekstra politike, unë nënkuptoj gjithë shka. Veprim ndërkombëtar, veprim diplomatik, shantazh, kërcënim, intrig, kurth, procedur... Në bashkëpunim me njëri tjetrin apo veçmë të dyja partitë e mëdha? Të gjithë së bashku, bashkë me komunitetin ndërkombëtar brenda, po doni, nuk ka asnjë rëndësi. Pra, dy gjëra i shoh të pandershme. Përpjekja për ta përballuar LSI-n jo politikisht, dhe përpjekja e LSI-s për të mos ta identifikuar objektivin e vetëm mos më dalë hapur. Unë të shtroj një skenar. Më thonjë za teorikisht, po të kisha qenë unë, se jam fare, po bie fjala. Po të kisha qenë unë LSI-ja në 31 korrik, kur mbaroi sezoni parlamentar, që do kishte kaq kontestime dhe kaq gjëra underground, do kisha një objektiv tjetër, do kisha dalë nga koalicioni, do shta të kisha mbështet qeverinë nga jashtë. Do kisha dalë hapur para shqiptarëve, pa u matur me mjetet e pushtetit, duke shprehur qartë qëllimin ndaj aleatit, janë aleat apo janë konkurrent. Sepse kufiri midis rivalit dhe konkurentit është i ngushtë, por është gjithsesi një kufi. Problemi është kush e ka filluar? Jo, ose të parakoshme. Të shkojmë të ritestohemi në popull, unë do konkurroj vetëm se pretendoj për këtë rol. Ne nuk do të harrojmë një gjë. Po jemi në mes termit politik, nuk kemi edhe 2 vjet para. Po që është objektivi që thot Iliri, Po nuk e ka filluar LSI-ja këtë. Jo, nuk po diskutoj fajtorët dhe kjo shkaqet, po diskutoj këto dy gjëra. Qof lufta e Edi Ramës dhe tjerëve për ta përballuar Ilir Metën ose me mjete jo politike, qof lufta e LSI-s për të sjellë në koalicion, jo si partner me rolin dhe me gjën që i takon, po si një konkurrent ose kundërshtar, për t'i zënë vendin, janë të dyja të pa përshtatshme. Ta çoj arsyetimin deri në fund dhe 1 minutë, nëse u zgjata. Pra, të shkojmë vetëm në zgjedhje dhe të pretendojmë rolin. Gjitha palët janë të lira të pretendojnë. Pse? Sigurisht që LSI sot ka 18 deputeta, 17 sa ka.
Po janë jo ka marrë një dy tjerë kështu që ajo është tjetër gjë. Po ka shumë rëndësi sepse me këtë parlament do qeveriset. Ajo është plus e minus. Henri, ke edhe 2 vite me këtë parlament po qeveriset. Do vite aty. Atëherë, mos harrojmë që 7 deputetët e LSI-s janë pjesë e mbetjeve të koalicionit, janë vota të partnerëve ose të aleatëve të vegjël. Pra nuk është formulë kaq e thjeshtë. Pesha e LSI-s është shumë e rëndësishme, është në rritje, pa ajo është ende e një partie partnere, nuk është e një partie që mund të qeverisë Shqipërinë. Dhe fundit, në lidhje me këtë lloj gjë. Pra, dalja në sipërfaqe këtyre 2 mjeteve, nuk du me qeni balancuar, po ekspozon një defekt të situatës aktuale, një defekt esencial, i cili në gjykimin tim e dëmton rënd interesin publik, madje mund të kërcënoj paqen sociale, përpjekja për mjete ekstra politike, për të përballu fuqinë politike të LSI-s, apo përpjekja e LSI-s për të rritur, për të bëmyer në humusin e madh të pushtetin. Të dyja janë përpjekje të pandershme dhe ndoshta një zgjidhje politike e kësaj çështje duke rikonsultuar elektoratin mund të ishte moralisht më e përshtatshme. Kulla. Cila është pyetja? Ja, kjo është pyetja. Me këto që tha Henri deri tani, bie dakord? Tash unë bie dakord me një pjesë gjërave që tha Henri. Aty ku unë insistoj qëndron fakti që Partia Demokratike e dal shumë e pafuqishme nga këto zgjedhje dhe me një leadership nuk është dakord Çili. Me një leadership në tendencë për të konfirmuar pasi ka probleme shumë të mëdha brenda llojit zoti Basha, ka gjetur një mënyrë, ka gjetur dhe një kaos shumë legjitime, që është ajo e dekriminalizimit, por që në rastin konkret, gjykimin tim është një kaos e cila nuk qëndron, është një kaos politike për të mbajtur, sepse realisht që është prodhuar nga kriminalizimi i partive politike ka ardhur për shkak të mos demokratizimit partive. Domethënë këto parti kanë qenë demokratike, kanë patur votime brenda llojit, kanë ikur tani kryetarët e mbrohen në të njëjtën formulë siç e mbrohen kryetarët e mbrohen dhe ata poshtë. Nuk ka më votim një antar një vot siç e ka statuti i PS-s. Ju e dini që duhet ishte mbajtur kongresi, s'mbahet, nuk funksionojnë strukturat. Shumë e radhë dhe Partia Demokratike dhe kemi arritur në pikën që të fortët e rajoneve janë ata të cilët kanë imponuar dhe kanë dhënë atë rezultat. Përtej saj, zoti Basha trashëgoi edhe një situatë që nuk është për fat tij, pra që ai u bë kryetar, pasi ata humbën zgjedhje dhe çdo parti që shkon humbje është në një situatë tillë. Bëri konsultimin e parë elektoral dhe pa që është shumë e vështirë. Atëherë duhet mjete të tjera politike, natyrisht zoti Basha ka qenë ministër i jashtëm, është djalë i ri, ka një eksperiencë tashmë 10 vjeçare politike dhe gjeti një mënyrë edhe duke u imponuar me një pjesë të deskut ndërkombëtar në Shqipëri. Jo me ndërkombëtarët, mos i ngatrojmë gjërat. Kush është kjo pjesë? Cila pjesë? Tani, o do i themi sa gjëra sot ose do i hedhim më shumë mirë. Ndërkombëtar quhet desku që vendos për momentin. Tani dhe desku që vendos për momentin është ai për te oqeanit. Unë kam eksperiencë gjatë edhe me ndërkombëtarët në Shqipëri dhe eksperienca më gjatë me ndërkombëtarët në Shqipëri zgjat 3 vjet. Pastaj ekuilibri dhe nëse unë do kisha dëgjuar çfarë thon ndërkombëtarët në Shqipëri, zoti Berisha duhet të ishte zhdukur nga politika në Shqipëri në 96. Dhe gjë që s'ka ndodhur. Zoti Berisha është akoma aty dhe besoj që do ketë shëndet dhe do jetë edhe për 20 vjet tjerë në politikë, qofse Partia Demokratike nuk ndryshon. Pra, në një formë ose një tjetër, është kërkuar një lloj ndihme nga zoti Basha, edhe nëpërmjet një intrige brenda të majtës duke parë që partia që LSI-ja është rritur dhe roli i zotit Meta është rritur. E ka kërkuar ajo pjesë e deskut po thua? Edhe duke intriguar një pjesë të deskut me akuza për korrupsion e tjerë. Po ndërkohë keni parasysh diçka. Populli duke ushqyer me akuzat për korrupsion, sepse keni parasysh zoti Meta ka bërë një gjë shumë inteligjente kësaj radhe, duke ardhur nga 2 eksperienca të dështuara si numër 2. Pra, një si zëvendës kryeministër me Nanon dhe një si zëvendës kryeministër me Berishën. Zgjodhi të jetë kryetar parlamentit dhe mos ketë përgjegjësi direkte në qeverisje. Dhe i tha zoti Rama, bëj qeverinë si duash. Tani, për çështjen e lojrave të fatit nuk ka përgjegjësi zoti Meta. Për çështjen e kanabisit dhe të avionëve që janë kapur brenda një viti, nuk ka përgjegjësi zoti Meta. Për çështjen e taksave nuk ka përgjegjësi zoti Meta. Edhe shumë çështje tjera që kanë bërë qeverisje, të cilat natyrisht janë edhe pjesë e rekordit politik pozitiv të kësaj qeverie, po edhe pjesë e rekordit negativ, sepse Partia Demokratike këtë punë ka bërë. Për 2 vjet ka sulmuar Partinë Socialiste dhe koalicionin e majtë në këto drejtime. Pavarësisht kësaj, me që Partia Demokratike është e dobët, zgjedhjet i humbi, pra zgjedhjet lokale. Atëherë duhet gjetur një mënyrë, cila është kjo që ata që kanë gjetur, të sulmojnë partnerin në koalicion. Prandaj unë besoj që zoti Meta tha për herë të parë gjohet që nuk kërkohet dorëheqja e kryeministrit. Nuk kërkohet dorëheqja e kryeministrit, po kërkohet dorëheqja e partnerit në koalicion. Pse?
Se edhe këtu ka një pse. Në fakt, dorëheqja në koalicion do të thotë që rrëzon qeverinë. Dhe unë nuk besoj që zoti Rama është kaq naiv se ta haj kaq kollaj një, le të themi, rrëzohet automatikisht qeveria? një karamele të tillë, sepse e ka shumë qartë që pas zoti Meta e ka shumë vështirë që ndrojë pushtet dhe mbi të gjitha me këto numra që ka sot aktualisht në parlament i bie qeveria. Çfarë do bëj Partia Demokratike e zotit Basha? Do shkojë të hyjë në qeveri me zotin Rama sot? Apo do përjashton këtë që mund ta bëj? Do të ishte vetvrasje, domethënë do t'i bëni një dhuratë të jashtëzakonshme, kujtdo që do rrinë. Ose do shpëtonte vendin përpara integrimit dhe interesave madhore. Tash këto janë pralla, vendin e shpëton gjendja gjendja ekonomike. Këto kanë ndodhur. Këto arsye që po t'ja pun kanë ndodhur. Këto janë pralla, sepse vendin e shpëton gjendja ekonomike. Partia Demokratike ka një përgjegjësi shumë të madhe që e la gjendjen ekonomike të vendit ashtu si e la para 2 vjetësh. Pra nëse ne sot sulmojmë majorancën socialiste për këtë, mos harrojmë që një përgjegjësi shumë të madhe e ka këtë. Dhe në çështjen e Çezit që ne flasim, edhe mënyrën se si u privatizu Çezi, edhe mënyrën se si u hoq licenca, edhe se si u vajt në arbitrazh, është një llokum që e trashëguan nga qeverisja e djathtë. Natyrisht unë nuk jam naiv të akuzoj zotin Basha, sepse zoti Basha është për vetë, domethënë në kurthin që i kanë lënë. Edhe e ka legjitime çështjen që ai ngret diçka për arsye për cilën ai të rifaktorizohet dhe për hir të vërtetës me këto 2 çështje, me dekriminalizimin edhe me çështjen e Çezit, ai ka ardhur sërish në qendër të vëmendjes. Natyrisht, siç tha Henri, ky nuk është një mjet politik. Ai nuk rikonfirmohet nëpërmjet vullnetit të popullit, nëpërmjet një mjeti politik. Ky është një puç i vogël pallati quhet. Një grush i vogël shteti pallati, me ndihmën e dikujt këtu apo atje. Tani lind pyetja. Kur thua mendimin e dikujt. Sepse herën e fundit, pa ja do ta them. Po se e the, herën e fundit në kontekst. Për pak e ke thënë, thuaj tamam. Në kontekst, herën e fundit, zoti Krasniqi në studion tuaj tha që un kam informacione shumë të qarta, tha, pastaj ja tha edhe nga çaburimesh ju dhe mua pas emisionit, pra, nga Ministria e Jashtme. Tani se kemi prezant zotin Krasniqi. S'është, pa e tha në emision. E tha në emision që zotit Meta nuk është dhënë vizë. E tha në emision apo jo? Po, në emision po. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë i thash, jo, unë kam informacion që ai do shkojë nivele shumë të larta. Tani lind pyetja, kush janë këta të vegjëlit në paraparate që punojnë për të krijuar destabilitet në Shqipëri? Kush janë? Pra, këta janë njerëz të cilët arrin të identifikohen brenda niveleve të larta të dyta, të treta të qeverisjes për të krijuar destabilitet ose edhe brenda interesave ekonomike të vendit, sepse ndërkohë nuk ka ndodhur disa nga premtimet elektorale që do duhet të kishin ndodhur në 2 vitet e para. Pritse, po i thua fjalët dhe po i kalon pak kështu. Kush mund të krijojë destabilitet? Ekziston Se ju mendoni që rënia e qeverisë së Shqipërisë nuk krijon destabilitet tani? Jo, unë s'po mendoj, unë po ju pyes. Në analizën tuaj. Unë mendoj që rënia e qeverisë... Cili skenar do të prodhonte destabilitet? Rënia e qeverisë në këtë moment do të prodhonte destabilitet. Do të ndalonin të gjitha këto marrëveshjet dhe proceset për dekriminalizimin, për reformën drejtësi, për ndryshimet kushtetuese, për rimëkëmbjen ekonomike dhe çfarë do të bënte, do ta çonte zgjedhjen do ta çonte vendin zgjedhjet parakoshme, duke patur parasysh që kemi dimrin përpara dhe Shqipëri dimrin e di mirë se si e menaxhojnë qeverit, ato kur kanë numra të mira dhe se menaxhojnë, jo më kur janë qeveri teknike apo kur janë qeveri që nuk mbushin numrat. Ju kujtohet zoti Nano ka qeverisur me 6 muaj me zëvendësministra. Mirë, po me destabilitet vetëm rënien e qeverisë parashikon ose mendon apo mund të ketë edhe mund të edhe paqe sociale që thot Henri? Unë pajtohem me konkluzionin e zotit Çili që paqja sociale në Shqipëri është e brisht, aq më tepër në kushte të caktuara. Por nuk më takon mua ta konsideroj. Natyrisht destabilitet politike kam fjalën. Pastaj Shqipëria ka dhënë dëshmi shpesh që nga destabiliteti politik shkohet edhe në destabilitet formave të tjera, sepse lind pyetja. Në këtë moment ka disa, le të themi, veprime tegra për të identifikuar dhe për të goditur 3 figurat kryesore të shtetit. Presidenti i Republikës. Vetë ka thënë Presidenti i Republikës, mua më ndjekin ka segmente të caktuara të shtetit, më përgjojnë apo jo. E ka thënë ai. Kryetarin e Parlamentit, dhe në njëjtën kohë kemi dëgjuar edhe sulme të rënda edhe kundër kryeministit. U nxorr një nga këto emailët e thëna që ka dalë nga OSBE-ja, në cilën thuhet kryeministri i vendit ka 200 milion. U hodh aty. I ka çuar për pastrim parajsa fiskale dhe siç ndodh në Shqipëri, se në çdo vend tjetër do ishte bërë rrëmuj, siç ndodh në Shqipëri, të paktën ambasadori i atij vendi ose i atij institucioni do kishte ikur në shtëpi, siç ndodh në Shqipëri, u kalua ajo çudia më e madhe zgjat 3 ditë, po ndërkohë Helmi u hodh. Tani ju duket e rastishme juaj që në një muaj janë goditur 3 figurat kryesore të shtetit dhe me çfarë? Me akuza ose me shantazhe të cilat i kapin
drejt për drejt, dhe jo me mjete politike, edhe njëherë, jo me mjete politike. Kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë. Për mua ka 3 konstatime rreth cilave mund ta vërtisim diskutimin. Unë thashë jo nuk kam kaq shumë informacion sa Iliri dhe nuk jam aq në ndjekje korrente të situatës. Problemi i parë është fakti që çfarë kërkon LSI-ja? Çfarë kërkon mëtej? Pra pyetja shtrohet, a kërkon LSI të zërë vendin e 2 të mëdhenjve, një nga vendet e 2 të mëdhenjve, o vendin e 2 o vendin e parë? Problemi i parë. 2. Në qoftë se kërkon këtë, çka është një kërkesë legjitime, kjo kërkon një mënyrë dhe një rrugë tjetër të drejt për drejt tek populli. 2. Në Shqipëri të vendosësh drejtësi sot, në kuptimin latin të fjalës, drejtësia le të vendbëhet pa le të shëmbet bota. A rrezikojmë që të prishim ekuilibrin social në Shqipëri, ekuilibrin politik? E kam fjalën për Berishën, e kam fjalën për Metën, e kam fjalën për Ramën. Po nuk shtrohet ndoshta çështja e Ramës ose e Bashës sot. Për momentin, për këtë kontekst, se kështu funksionon rotativi politik edhe ndërkombëtar. Pra, dhe çështja e dytë, a duhet jetojnë ish kryeministrat e Shqipërisë, cilë do qofshin ato, me frikën se po futen në burg, me të drejtë apo pa të drejtë? Mendoj që këto janë 3 çështje që, si thua, shkojnë në ekstremin e keq të njerëz. Pra, më thonjza, ta themi skenarin hapur, nuk ka ndonjë gjë. Nga Ilir Meta kryeministër, diskutohet tjetra të Ilir Meta në burg. Të dyja për mua diskuton këtë. Bie fjala, në kuptimin nën teksti, diskutojnë palat e diskutojnë, ku diun, mjediset e caktuar. Pra, për mua këto 2 ekstreme prodhojnë janë të pandershme, janë të padobishme politikisht dhe prodhojnë një tension shoqëror jashtëzakonisht negativ. Unë e them hapur duke rrezikuar të jem jo popullor. Kush ka arritur në maj, i fajshëm, i pafajshëm, ja vlen, sigurisht do vazhdoj frika ndaj ligjit e tjere, ja vlen të amnistohet. Pse? Kështu janë bërë shtetet, kështu janë bërë shoqërit. Kemi 80 plus 20 vjet histori të shtetit shqiptar. Kemi 80 vjet e para deri ke burgosja e Nanos, deri ke 97-ta. Noli për zuri Zogun, Zogu për zuri Nolin, Enveri për zuri Zogun, Staliu futi në burg Nanon dhe Ramizin e tjere. Dhe e pam ku përfunduam. Dhe kemi një traditë demokratike, tolerante, amnistuse, le ta themi hapur, të pajtimit kombëtar, kanë kontribut 2 palët, po kontributi kryesorit të akont fuqishmit i Nanos, që ndërpreu këtë cikël infernal të jetës politike. Me kosto personale. Me kosto personale, do shta të doli nga politika, po themi, edhe nuk në mënyrë pa merituar, dhe rastin do shta të bëjë dhe unë në skuz nga fushatat e 2005-ës, me se pastaj janë përpjek ta kompensoj, se i takonte presidenti Republikës për këto merita. Dhe kemi 20 vjeçar, prafërsisht 18 vjeçar, redvish demokratik, zhvillimit, paqe sociale, sigurisht me pa korrupsion, me ca korrupsion, me shumë korrupsion, do shta me shumë probleme, por një harmoni. Ky është për mua problemi i parë. Ish kryeministrat e këtij vendi nuk do të jetojnë me frikën se me të drejta, pa të drejtë, pse? Sepse ata do bëjnë veprime të tilla që do na dëmtojnë të gjithëve dhe dobia që do fitohet nga vendosja e drejtësisë është shumë e vogël nga dëmi i saj. Për ata që mendojnë ndryshe, Çili, që mendojnë që paqja sociale ka një kosto shumë të lartë, për ata që duan ndërtojnë shtetin ligjor. Ku është kufiri midis shtetit ligjor, a do fillon një moment ndërtohet te paqja sociale? Janë të gjitha mundësit për të ndërtuar shtetin ligjor, duke ardhur gradualisht. Peshqit e vegjël, peshqit e mesëm drejt të mëdhenjve. Nëse do përmendim ndërkombëtarët, ata nuk po flasin për peshq të vegjël, as mesëm. Me fjalët peshq të mëdhenj ata kanë parasysh peshqit e mesëm, se edhe ndërkombëtarët e njohin. Në vendet e tyre nuk bëjnë kështu, nuk kemi, janë shumë të rrallë, në vendet quasi demokratike, diskutimi ish kreut shtetit ose ish kreut qeverisë në burg. Janë jashtëzakonisht dhe për më tepër janë jashtëzakonisht demokratike, shqetësimi kryesor është kontrolli politik i drejtësisë. Të mos na sidomos me mjete politike, të mos na bëjnë këtu atë gjë që se bëjnë në vendet e tyre. Kjo është ideja e parë. Vim ke çështja LSI. Çfarë kërkon LSI-ja? Vendin e Ramës, vendin e Bashës, vendin e PD-s dhe të PS-s. Jo, kam thënë që LSI-ja nuk po kërkon gjë, është e gjendur me sulmesh. LSI-ja është gjendur me nën tekst, jo, nuk është tamam, me nën tekst, ajo po kërkon një gjë. Atëherë, këtë ambicie ta shpreh hapur. Një parti politike që nuk do pushtetet? Lutem, po, këtë ambicie ta shpreh hapur të dalin në popull, të dalin më vete thua, mos të jetë pjesë, të konkurroj vetëm. Për momentin është ka dalë para shqiptarëve në partneritet me role të qarta, partneri madh, partneri vogël i koalicionit, etj.
dhe ta ruaj këtë kontratë ose këtë ose ta ekuilibër. prish të kontratën. Ose ta prish dhe dal hapur dhe të meritoj luftën e kundërshtarit, luftë politike është ajo, pastaj drejtësia të vendosë gjërat. Pra, për mua këto dy, po themi një objektiv maksimalist i Metës dhe një objektiv maksimalist i kundërshtarëve ti, janë rënues për sistemin dhe po prodhojnë. Unë nuk mendoj se do ndodhi asnjë rast tjetra. As ajo që Ilir Meta është kryeministri i ardhshëm dhe as Ilir Meta mbas hekurave, sepse jemi një shoqëri e pjekur etj. Por do përftojmë një ekuilibër tjetër, një negociat tjetër, ku di unë e kështu me radhë. Pse? Sepse ne duhet të pranojmë një gjë. Duam s'duam, po kalojmë në një fazë të re politike, si shoqëri. Po marrim nga gjërat e thjeshta. Sigurisht ka një varfëri shumë të madhe, po ka edhe një pretendim të madh të njerëzve. Sigurisht ka pasur dhe ka një korrupsion të madh, po ka edhe një përpjekje, një fed-up të njerëzve për një gjë më të rregullt. Sigurisht ka pas një rrëmuj të madhe urbane, po ka edhe një përpjekje për një farë estetike dhe për një farë rregulli, për të ndaluar cigaren, për një diplomë të vërtet, për një ndërtim estetik dhe me leje, për një shërbim në administratë që është kualitativ e kështu me radhë. Pra, kësaj gjendje të re shoqërore, politika nuk po i paraprin, e ndjen këtë presion, nuk po i paraprin, po do të zgjidhë një nga çështjet e veta në format e veta më ekstreme. Për mua ky është burimi bazë i tensionit, është një situatë e tensionuar, bjem dakord. Është një situatë e cila të themi ka rreziqe shumë të mëdha. Përfshirë edhe stabilitetin? Po absolutisht. Pse? Sepse mos harrojmë që shumë gjëra nisin nga gjëra shumë të vogla. Ne nuk e keni idenë se sa shumë varemi nga veprimet subjektive të liderëve tanë. Ata kanë një mundësi të pakufizuar për të bërë gjëmën, po dhe s'kan fare, kështu që jemi në shumë oscilacione. Unë kështu e shoh gjën. Më duhet shkoj pak në publicitet, kur të rikthehemi do ju pyes, po Rama, çfarë roli ka në gjithë këtë situatë tensionuar? Pas pak. Kryetar opozite i cili në vend që të kërkojë dorëheqjen e kryeministit siç kërkohet përgjithësi nga kryetarët e opozitës në të gjithë Europën dhe botën, kërkon vetëm dorëheqjen e kryetarit të parlamentit, dhe unë e kuptoj se kush është arsyeja e vërtet. Është pakënaqësia e tij e thellë për respektin maksimal që unë tregoj jo thjesht ndaj demokratëve në parlament, po sidomos ndaj liderit historik zotit Berisha. Nuk habitem me asgjë tjetër që thotë zoti Basha, i cili prej 2 vitesh qeveri Rama etiketon si qeveria Rama Meta. Madje nuk keni dëgjuar gjë akoma, sepse shumë shpejt do të fillojë të ndorrojë vendet, do të akuzojë qeverinë Meta Rama. Dhe pak më vonë të jeni të bindur që do të dëgjoni çudi të mëdha për akuzat e tij ndaj qeverisë kriminale Meta dhe për shtypjen dhe terrorin e saj ndaj opozitës pafajshme Basha Rama. Tok fjalësh mjaft intrigues përdorur nga Ilir Meta dje nga Çorovoda, por do ta nis aty ku e mbylla pjesën e parë. Kulla, çfarë roli ka Edi Rama në gjithë këtë histori dhe për herë të parë ka qenë Meta dje që u përmendi tok fjalësh tjetër interesant, dorëheqja e kryeministrit, pavarësisht se ja faturoi që duhet ishte Basha që do ta kërkonte këtë. Por u tha për herë të parë në publik, mu krijua mundësia se mund të kërkohet dorëheqja e kryeministrit? Atëherë këtu ka dy çështje. E para, Meta me këtë deklaratë i ka bërë të ditur Ramës që nëse këtu kërkon dikush ta prish këtë majorancë, ai që do humbi vendin, jetisë të jetë kryeministri, jo unë se unë jam kryetari i parlamentit, dhe në fund fare nuk kam ndonjë funksion ekzekutiv. Pra, kjo është një, le të themi, një gjuajtje e tipit Bilardo Karambol. Së dyti, Meta ka folur si politikan, do me thënë, edhe ka gjuajtur, por edhe ka lënë hapësirën për të thënë që ne jemi këtu, dhe nëse ka ndonjë gjë mes nesh, gjithmonë mund të rishikohet me mjete politike. Dhe jo rastisht Meta ka bërë nga skrapari. Mendoj që dhe kjo është e qëllimt? Patjetër. Kush e njeh Ilir Metën, ju e njihni mirë, edhe emrin e njeh. Ilir Meta flet edhe me simbole. Ilir Meta ka në politik, po aq vite sa çka Berisha dhe sa çka zoti Nano, për shembull, ka 25 vite që në fillim. Është më i vjetër në politik tani. Kështu që nga kjo pikpamje ai ka gjetur në politikën ka aktive. diçka për të kuptuar. Ilir Meta herën e parë që është kërcënuar me arrestim dhe është hequr imuniteti, ka ndodhur pikërisht me skrapari në 91-92. Është miti me lindjes, ka shumë. Jemi realist, ai e ka zgjedhur atë gjë.
Por e ka zgjedhur për të folur, nëse keni parë ka folur pa kravat, si Ciprasi. Dhe tani këtë i ke nga vetja apo i ke të... Jo, e shohë, është imazhi, ka folur pa kravat, nuk ka folur si kryetar parlamenti dhe ka folur si njëri që thot jam i gatshëm t'i kem zgjedhur kur doni. Si lider popullor. E ka bërë këtë nga skrapari nga baza e vet e elektoratit. Kjo është kryesore për të kuptuar. Së dyti unë mendoj se ju thatë që bën Zoti Rama. Zoti Rama është duke u menduar çfarë të bëjë. Çfarë po bën në këtë histori? Unë nuk mendoj që Zoti Rama do të shkojë deri në prishjen e qeverisë së vet. Pavarësisht yshtjeve apo dëshirave apo bryllave apo le temi interesave që mund të jenë në lojë. Çfarë po i kërkohet Zoti Rama në këtë moment? Zoti Rama në këtë moment po i kërkohet të qeverisë Shqipërinë, ai po mundohet qeverisë Shqipërinë, ka probleme të mëdha me njerëzit edhe nga ata që ka sjell vet, t'ju jap disa dëshmi, ai sapo ndroi drejtoreshën e doganave, vu një drejtoresh tjetër, një zonë që ka një histori të gjatë nga administratën publike, ndërkohë që hoqi një nga ato zonjat që kishte ardhur me lëvizjen e re politike që vetë Zoti Rama i pati sjell në Partinë Socialiste. Ka ndruar 2 drejtorë të përgjithshëm policisë në 2 vjet, pavarësisht se thot policia e shtetit është më e suksesshme etj. E njëjta gjë ka ndodhur me policinë kriminale dhe e ka të qartë që edhe me aksionin e fundit të luftës kundër informalitetit, që në fakt është një gjë e mirë për vendin, po që është një gjë që do t'i krijojë kosto shumë të mëdha politike atij, e ka të qartë që ndoshta intereson që të shkëputet vëmendja për momentin nga këto probleme diku tjetër. Mirë. Por natyrisht, ti bie më drejt për drejt se po na ndjekin shumë sot se e vëren mesazhe. Natyrisht pa rrëzuar qeverinë e vet, sepse të rrëzosh qeverinë tënde në këtë moment Zoti Rama shkon drejt një të panjohur. Më lejo ta bëj pyetjen drejt për drejt. Ilir Meta ka një problem me qeverisjen e vet apo ka një problem me Ilir Metën? Me Edi Rama, me Ilir Metën. Atëherë Edi Rama me Ilir Metën dhe Ilir Meta me Edi Ramën ka një problem të kahershëm. Ata janë pak a shumë në të njëjtën moshë dhe kanë pak a shumë njëjtat ambicie dhe këtë nuk e ndryshon koha as në mënyrën edhe kështu ka qenë kur Edi Rama ishte kryetar bashkie e Ilir Meta kryeministër. Kështu ka qenë kur ishin të dy në opozitë. Mendoj që bën marrëveshjen e 1 prillit i te kaluan. Ata kanë bërë 3 marrëveshje, nëse do t'i referohemi zotit Dano, ata kanë bërë edhe një marrëveshje 10 vjeçare në 2002, kupton, po ndërkohë janë prishur dhe janë rregulluar 3 herë. Pra që ata kanë probleme me njëri tjetrin, kjo nuk është një gjë që ne nuk e dimë. Ata kanë dëshmuar se mund ta dëmtojnë njëri tjetrin dhe kanë dëshmuar se të dy bashkë mund të krijojnë pushtet. Kjo gjë është e dëshmuar. Lufta për leadership është luftë legjitime. Ne si opinion publik ose pa themi përfaqësues modest opinioni publik, kemi drejt gjykojmë këtë gjë. Kjo luftë zhvillohet me mjete politike dhe demokratike apo zhvillohet në sfera të tjera. Ata duan Meta do t'i zërë vendin Ramës në ëndrat e tij ose në ambicet e tij dhe është e natyrshme dhe Rama do të ruaj vendin ose më keq nuk do të ndaj pushtet në mënyrë të kushtëzuar me liber. Kjo nuk është ky diskutimi. Diskutimi është tjetër. Me çfarë mjetesh po ndodh kjo dhe me çfarë kostoje për opinionin publik ose për zhvillimet politike. Thash dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që këto 3 formacione ose këto 2 formacione në këtë rast, bashkë me opozitën me formacionet e veta, të dalin para popullit veç e veç dhe të kërkojnë votën e tyre për që populli të vendosë në i pari, i dyti, i treti apo i pari, i dyti, i treti. Problemi është që këta e kërkojnë votën ndryshe dhe rrugës veprojnë ndryshe. Jo, mbetemi pak që të marrim me radhë mos u konfuzojmë. Jo, me radhë. Rama, çfarë po kërkon këtë histori? Rama është aktori kryesor i kësaj gjëje, ti bjem dakord apo jo? Po e provokon Rama këtë çështje? Ja do ta them në kuptimin tim. Është aktori kryesor, sepse është aktori më i fuqishëm, ka një popularitet të gjerë në elektorat, le ta themi hapur, pavarësisht nga kostot e reformeve, pavarësisht nga pavarësinë. Është aktori më i fuqishëm me mbështetjen ndërkombëtare. Dhe si thua është ai që do t'i jap drejtim. Kjo me mbështetjen ndërkombëtare është për të parë. Është në kushtet aktuale, në ekuilibrin aktual. Dhe si thua është ai që do t'i jap një drejtim kësaj ngjarje. Cili është drejtimi që do t'i jap? Në çfarë mase ai do të arrijë që nuk diskutohet që kërkon një formulë të re, kjo nuk diskutohet. Janë shenjat e tjera, janë afrimi i Idrizit, ndonjë deputet që rrjedh. Një formulë e re që mund ta mundësoj qeverisë edhe pa Metën. Lëshimet, formula e re ka disa nën formula. Lëshimet që i bën herbasere dhe Komiteti Ndërkombëtar duke lëshuar në një nga ato deputetët e akuzuar për inkriminim etj. Pra, po lëviz në këtë lloj. Se i lëshon Rama ata, nuk po funksionon drejtësia.
Pa tjetër që Ilshë Rama, ata ishin. Po mirë, që do bëndë Rama? Mërë të do të mbrojtja të komisariatit Laçit? Po them, po ndokën Ilshë Rama, po jo, bje fjalla. Ose, po flasim me mjetë politike, Ilirë, është problemi juridik. Dhe ai po kërkon një ekuilibër të ri. Ky ekuilibër nuk i mjafton. Ky opsionet e ekuilibrit të ri janë të gjitha të hapura. Pra, pasëm kot, po bëjmë bisedë imagjinare. Ilir, e ke stopping këtu. Ndryshe hajtë shkojmë zgjedhje, e ke deri këtu, ku diun. Do rritesh deri në këtë masë, se përtej kësaj mase s'do të liroj vendin. Nuk jam i gatshëm të liroj vendin. Ose hajde se po ta liroj vendin. Ose ku diun. Pra, ka shumë formula dhe nën formula. S'jam kokën e Ramës, nuk jam. Po mos harrojmë që ka një presion shumë të madh nga Partia Socialiste për pjesën e madhe të pushtetit që ka marrë LSI-ja për te një pike. Se çfarë pjesë ka? Ja, ta përfundoj. Shojmë sjelljen që ndodhi poshtë në bazë nivelet e treta dhe dyta të Partisë Socialiste, se s'po them nivelet e para. Por nuk funksionoi koalicioni. Ja, etj. Pra ishte edhe një sjellje sociologjike në brenda popullit të majt, nuk ishte vetëm një dirigim nga lart, edhe pse asgjë nuk përjashtohet nga këto skenaret. Pra, Rama mbetet aktori kryesor. Në çfarë mase do të çedoj me ndërkombëtarët për nivelin e dekriminalizimit. Në çfarë mase do jeti gatshëm që të kapërcej barrierat politike dhe të bashkëpunoj pse jo me Lulzim Bashën për 1 2 3. Në çfarë mase do të bëj një gjë tjetër më të madhe. Qofse do e mendoj të arsyeshme, do thotë Shqipërisë i duhet bipartizmi ose dy partijat. Dhe do bëjmë atë sistem elektoral dhe atë reformë kushtetuese që e inkurajon dhe stabilizon bipartizmin. Pra, edhe këtë mund ta bëjmë me votat e bashkët. Pra, brenda kësaj shumësie nën formulash, Edi Ramës nuk i mjafton më ekuilibri i 1 prillit. Të tjerat janë inerci, të tjerat janë thika pas shpine, mjete politike ndërkombëtare. Me këto që tha Henri, me cilat unë pajtojmë për një pjesë, ne duhet bëjmë dakord që atëherë palët përfshi këtu edhe palën e le të themi partnerit qeverisës, pra ati që drejton koalicioni, palët kanë gjetur një mënyrë jo të ndershme për ta luftuar metën. Sepse në rastin konkret ata i bie që kanë ngritur ta shuquetur në çështje të Qes Dia dhe sot opozita ka kërkuar për shembull. Ram dakord me atë, po e luftojnë me mjete jo politike. Tani dhe kanë gjetur jo vetëm mënyra jo të ndershme, po dhe ky po rritet me mjete jo politike, e kanë gjetur dhe mënyra ky është rritur me vota. Jo, ky po rritet me vota, me zgjedhjet e fundit. Ky po rritet me mjete jo politike sepse duhet të kundërshtoj, një sekond. Ky po rritet me mjete jo politike sepse ka ardhur në gjirin e koalicionit, si ka ardhur me një kontratë, e kanë marrë, janë bërë me një kontratë të caktuar dhe me një plan vendosje të caktuar, me një planimetri të caktuar, dhe po merr në mënyrë imagjinare lulishte, po rrit katet, po bën këtë, po bën këtë, po bën këtë. Dhe kjo është e vërteta. Nuk po rritet me votë popullor. Ne nuk e dim, Ilir Meta është 1 minutë. Ilir Meta është zgjeruar në zgjedhjet lokale në kuadrin e koalicionit të majt. Henri, atëherë ne duhet jemi realistë. Që nëse ka në gjë, unë kam qenë kundër koalicionit PS LSI në 2013, po në 2015, nëse ka një gjë që ne mund të themi pas 10 vjetësh për LSI, është LSI është e vetmja forcë në rritje në 10 vitet e fundit të Shqipërisë. 1. E dyta, në qeverisjen e sotshme, LSI-ja ka unë quaj 3 ministri, sepse Ministria e Ambientit historikisht ka qenë bashkuar me atë të bujqësisë Shqipërisë dhe në rastin konkret LSI-ja ka këto 2 ministri, që në fakt janë 1 ministri. Politikisht rritesh ka Ministrinë e Transportit, po jo, po ka shumë. Jo rri vazhdimisht në pushtet. Po tani nuk mund të më thuash që përgjegjësitë në këtë qeverisje apo në mospunësimin e socialistëve në administrat e ka LSI-ja, e cila ka vetëm 3 ministri dhe ndërkohë që një numër i madh drejtorësh dhe ministrash që ka sjellë Rama në qeveri, që s'kan asnjë lloj lidhje me Partinë Socialiste. Si thotë Rama në imagjinaren e vet, se di çfarë thotë, po është formula e Bismarckut. Unë di që si shumë zhurmë po bën me shpatën time në Ballkan. Nuk është kjo një rritje natyrshme. Nuk janë këto për masat e LSI-s. Po dëgjoj. Tani për masat nuk janë këto. Është një parti e rëndësishme, është një parti faktor, por nuk janë. Për masat reale të LSI-s janë që do dalin në opozitë dhe do dalin para vetëm në zgjedhje. Për masat e LSI-s Henri, për masat e LSI-s unë i kam paguar në kurriz, Henri. 10 vjetë më përpara, për 600 votat LSI-s unë nuk jam bërë deputet. Dhe 10 vjetë më përpara, LSI-ja kështë 70.000 vota. Besojmë gjithë që sot i ka 3 fishura të vota. Ato janë votat e veta.
Po ne ikim kësaj pjese. Dhe partia dytë më rëndësishme e majtë. Dhe shkojmë tek ajo që ka hapur Ilva emisionin, tek çështja e Çezit. Me 40% për shtetit. Ilir Metës i kam fabrikuar, në rastin konkret, një dosje... S'kemi debat për atë, është luft në mjetë e politike në Ilir Metës. Kjo është luft e pandershme, sepse kemi të bëjmë, kjo është luft e pandershme, atë shkojmë të destabilizim. është një luft... Sepse kemi të bëjmë me një luft të pandershme, me mjetë jo politike, e cila mund çojë deri në destabilizimin e vendit. Mbeti një konstatim pa thënë. Cili ishte konstatimi? Konstatimi i parë është nuk është vërtet që opozita e Lulzim Basës, dhe në përgjithësi opozita e djathtë, me gjithë kontekstin e zgjedhjeve 21 qershorit ishin këto, po. Është shumë e dobët, s'është vërtet. Opozita e Lulzim Bashës ka një rezervuar votash shumë të rëndësishme. Madje, po të bëjmë një, edhe pse mekanika nuk vlen plotësisht në zgjedhje, një dhe një nuk bëjnë dy si tek taksat. Koalicioni ose 61 kandidatët e Bashës morën 670.000 vota dhe 61 kandidatët e Rama Metës morën 830.000. Po të heqim votat e 3 partive djathta, ne do vim ke 750-750. Pra nuk është e vërtet fare që kemi një dobësim të opozitës e tjetër. Kemi një rritje, por nuk kemi një fitore dhe është natyrshme, pas asaj traumet madhe. Ky është konstatimi i parë. Konstatimi i dytë. Çfarë ndodh? Duhet të thënë dhe tjetra, Ilva. Gjatë tyre 15 vjetëve të fundit, jeta politike në Shqipëri do të kishte qenë shumë traumatike dhe ndoshta do kishim pas rotacione paqësorë, do kishim pas trauma shumë të mëdha, pa rolin e ekuilibrues të LSI-s. Pra LSI-ja na paraqitet si martesa e domosdoshme, jashtëzakonisht negative poshtë, për të rujt metaforën, hiperbolën, dhe jashtëzakonisht pozitive lart. Pra, në sistemin politik qendror, LSI-ja është shumë pozitive. Pas LSI nuk do kishim rotacion në 2005-ën, nuk do kishim afirmim në 2007-ën të leadershipit të ri të opozitës me Edi Ramën me zgjedhjet lokale në Tiranë. Nuk do kishim, po themi, 2009-ën mbrojtje të, po themi, të sistemit kushtetues dhe të ekuilibrit kushtetues. Nuk do kishim rotacion paqësor të 2000, mund të kishim, po ndoshta do kishim të 2013-s. Pra, ose nuk do kishim një kufizim të arrogancës së shumicës së Edi Ramës. Pra, e njëjta shumicë me 84 votat PS do kishte qenë krejt më arrogante, një shumicë e përbërë nga partneri madh dhe partneri i vogël i koalicionit ka pas një sjellje më të ekuilibruar. Pra këtë gjë duhet ta kuptojmë, por duke thënë këtë, rishtroj pyetjen. Deri ku do të shkojë LSI-ja? Me këtë e mbyll pyetjen. Ti kthejmë pak pyetjes që ka ngritur dhe Meta dje në fakt. Pse Basha kërkon dorëheqjen e Ilir Metës dhe jo të Edi Ramës, dhe jo të kryeministrit, apo ka ndoshta pak kënaqësi sepse Meta tregon respekt ndaj Berishës? Dhe në një farë mënyrë e ngacmon aty ku Basha mund të jetë i kompleksuar ndaj Berishës. Unë jam i prirur që sot çështjen Berisha-Basha ta marrë si një të vetme për momentin, sepse nuk janë ende elementet e mjaftueshëm për të parë diçka tjetër kësaj. Mua më duket një sintoni, nuanca aq të vogla sa që nuk arrin të diskutosh. Nuk shtrohet çështja, në tavë është çështja e ekuilibrit brenda mazhorancës. Po të bëri përshtypje opozita e pafajshme Basha-Rama? Janë mesazhe të koduara që japin, nuk ndodh ajo gjë, as kjo tjetër as ndodh, as qeveria Meta? As qeveria Meta s'ndodh, as opozita Basha-Rama. Qeveria Meta-Rama? Si qeveria... Ishte një nga ekuacione, do akuzoj qeverinë Meta-Rama. Nga Rama, Meta-Rama. Dhe pak më vonë t'jeni të bindur, do t'joni çuditë më të mëdha ndaj qeverisë Meta-Meta dhe përshtypjen dhe terrorin e saj ndaj opozitës pafajshme Basha-Rama. Asnjë nga këto nuk ndodh. Të paktën me kushtet aktuale, me këtë ekuilibër aktual. Kulla? Duhet ta lexojmë në rreshta dhe duhet ta shohim në kontekstin e ta shtuqueturës dosje Dia Çez, sepse zoti Meta është i pari që ka thënë, "Ok, hajde ta hetojmë nga fillimi deri në fund." Ta shohim nga privatizimi deri tek heqja e licencës, ti shohim kush janë 6 kompanitë e tjera të mbledhjes së borxheve, sa lek kanë marrë, kush janë këta individ, hajde ta hapim këtë lojë, ka thënë. Domethënë, zoti Meta ka bërë shumë mirë me këtë deklaratë. Është i pari që ka pasur kurajën thotë, "Ok, kështu është puna, ju po më akuzoni mua, ok." Edhe unë jam shumë dakord që ti hyjmë kësaj histori. Tani, në këtë çështje, kur flet zoti Meta, i cili e njeh mirë zotin Berisha, edhe si politikant vjetër, por e ka pas dhe partner në qeverisje, dhe di shumë mirë që edhe ere në atë kohë kontrollohen nga zoti Berisha, edhe gjitha vendimet politike se zoti Berisha ka qenë njëri që nuk lëshonte gjë, pra vendimarrjen politike ka pas gjithmonë vetë. E di shumë mirë që nëse hyet në një hetim tillë, ngelen njerëzit e zotit Berisha të hetimin, nuk ngelet Meta, se Meta s'ka pas ndonjë funksion.
Në më thënë, kur ka filluar procesi i Qezit i privatizimit, por edhe njohet se unë e njoh mirë Kastriot Ismailin, e një edhe Endri, me Qezin, Meta ka qenë opozit. Edhe në kohën që ata i konteston jo koha e licencës për mbledhjen e borxhit që i ka dhënë Qezi, që gjithsesi ishte një kompani private, Meta ka qenë ministri i jashtëm. Tani, po të hapen gjithë to letra, ne nuk e dim se ku e çon Basha zotin Berisha. Ne nuk e dim, po Meta e di? Po Meta e ka shumë qartë që zoti Berisha zhytet dhe njerëzit e zotit Berisha zhyten në këtë çështje. Po bën shantazh në farë mënyrë. Jo, një lloj forme po i thot, doni ta hapni këtë histori, okay, hajde ta hapim. Po ku shkoni? Dhe këtë ja thot Bashës, se i thot Bashës, ti po e shtyn të punë. Ki parasysh se kjo gjë do të përshtyllojë radhët brenda grupit tënd parlamentar, se ke 2-3 ministra të cilët janë aty, të cilët kanë qenë vendimarrje, kanë firmosur, kanë çuar këto dokumenta në parlament, se si ka bërë Meta. Meta ka qenë ai që kontrollonte keshin dhe ka qenë, pra, kur ishte vetë ministër dhe ka qenë ai me njerëzit e vetë të LSI-s edhe që ishte vetë ministër në qeverinë Berisha, që kundërshtonte këtë historinë e ulje ngritje çmime. Apo jo? Dhe nëse vazhdon kjo histori, le të themi ai ka folur politikisht për këtë çështje. Je i gatshëm të shkosh sa histori? Unë jam i gatshëm. Hajde marrim dhe ambasadorët, krijojmë dhe hetim ndërkombëtar. Po je i gatshëm ti sepse të krijohet destabilitet brenda radhëve. Dhe e dyta, je i gatshëm ti si lider opozite sot, ti argumentosh brenda radhëve grupit tënd parlamentar që ti po kërkon kokën time, po nuk kërkon kokën e atij i cili duhet kërkosh para kryeministrit, sepse ti synon nesër si lider opozite sot të bëhesh kryeministër. Dhe e treta, një lloj forme ai ka dhënë mesazhe dhe zotit Rama. Çfarë po bëjmë? Ku do shkojmë? Do rrozojmë qeverinë? Se në fund fare ti je kryeministri dhe bie qeveria jote, jo qeveria ime. Edhe ç'është më e rëndësishme, të gjitha këto jo me mjete politike. Ka një fjali mallkim dhe shpëtim, ose shpëtim dhe mallkim që e ndjek Ilir Metën që nga marrëveshja e 1 prillit. Nuk e kam kontekstin negativ fjalës, fjalën 1 prilli, po qelloi si kronik. Ai tha, po largohem drejt koalicionit të majt, po i bashkimit drejt, po pranoj ftesën e PS-s për një ekuilibër të ri politik. Shumë e saktë, është fjali e gjetur, e udhëtitur 100% me situatën, sepse mbi pushteti Berishës po bëhej shumë i madh, i kishte marrë bashkinë, presidentin, kishte vënë një nga ministrat e vet më të bindur president, bashkinë e Tiranës, këtë. Dhe ishte një dizekuilibër politik. Sa herë që Meta do ta prish këtë ekuilibër politik, të gjendë ekuilibri, këtu i fillon problemi. Ky ishte fjalia bekim dhe fjalia mallkim e tij. Pikërisht një ekuilibër, po kërkohet një ekuilibër i ri politik, i cili rrezikon të prishet nga... Kush po kërkon ekuilibrin? Meta? Po jo, po kërkohet. Basha. Po kërkohet. Me Rama. Shoqëria po kërkon një ekuilibër të ri politik. Që nuk e ka ekuacionin Meta Nëpërmjet aktorëve, doni dhe Rama dhe Basha, s'ka problem fare. Ky është puç pallati, nuk është mjet politik, ende. E ndam atë gjë tani. Ky është puç pallati, domethënë ky është gru shtetin nëse duan ta dëgjojnë shqiptarët. LSI-ja i bën me mjete jo politike. Po prapë. Dhe rritja e LSI-s është me mjete jo politike. Dhe në një kontekst, jo, po, është... Ta thash, po s'është, pra, thash e kam kaluar në kurristë të dali, po, kam humbur mandatin LSI është e mirëpritur të qeverisë vendin, nëse populli e vot beson në një koalicion vetëm, ose brenda koalicionit del partia e parë, është e mirëpritur. Por në radhë parë, për atë rol aq të madh që kërkon, nëse kërkon, se nuk u dita kërkoj, nuk kam dëgjuar ndonjëherë ambicien me Ilir Meta duhet bëjmë kryeministër, brenda kontekstit. Pra, kjo fjali bekim mallkim është duke vuajtur. Ilir Meta nxorri pëson opozit. Ekuilibri, mirë, mund të dëmtosh, pas ndërton gjë. Po ç'a? Se u prish me zotin Ano mendon, po ç'a? Ideja është kjo, e përfundova Ilva, pra ekuilibri ri politik që po kërkon skena është rrezikuar nga arritja, po them thonjza e pa kontrolluar, se është pa kuptim politik, po nga rritja e LSI-s dhe ai po bëhet një lëvizje rreth tij pikërisht për të ruajtur ekuilibrin politik. A thoj para se do shkojmë reklamë. Okej. Për të kundërshtuar atë që tha Endri, Ilir Meta është i vetmi që është në rritje dhe ka zgjedhur modelin e vjetër që ka pasur Partia Socialiste. Pra modelin me struktura të organizimit të brendshëm, me struktura rinore, me struktura të partisë dhe nëse ju keni vënë re, zoti Rama, pas zgjedhjeve lokale, e ka kuptuar këtë rrezik dhe ka kërkuar që ta rikthejë PS-n në modelin e vjetër të strukturave vjetër. Pra me antarësim, me pjesëmarrje aktive dhe jo me parti të tipit elektoral që i mbledh njerëzit kur vjen koha e zgjedhjeve. Dhe kjo është arsyeja pse Ilir Meta është rritur. Dhe të gjithë, unë jam tepër i bindur, të gjithë i shqetëson. Do t'ju jap një fakt. Unë nuk kam qenë kurrë tek ato kampet rinore të Jalës, të Ilir Metës. Kam qenë në Jalë vetëm kur te kampi i ushtrisë me familjen time para 10 vjetësh për pushime.
Por, nga ta që kanë qenë aty e brenda, më kanë thënë që Ilir Meta ka arritur të strukturoj deri në 1500 të rinj të lërisë në javë që shkojnë dhe bëjnë jetë politike dhe plazh në Jalë. E di çfarë do të thotë kjo gjë apo? Do të thotë që ai ka një forcë të jashtëzakonshme brenda organizative që nuk e ka as PS-ja dhe as PD-ja. Dhe kjo gjë i shqetëson të dyja palët. Dhe është normale të shqetësohen. Objekcione. Patjetër. Objeksioni është ky. Vrejtje. Ka një mit të organizimit të partisë punës, ish partisë punës, rimarrjeve të partisë punës. Partia e punës e Shqipërisë në format e saj të reformatuara ka ardhur në pushtet vetëm kur ka bërë kompromiset mëdha me qendrën, me një pjesë të së djathtës etj. Dhe anasjelltas, LSI-ja sot nuk është fare 100% e majt, është një formë amalgam e shoqërisë shqiptare dhe e qendrës. Bilet për mua do ishte një lloj partie e qendrës. Së dyti, pra nuk është e vërtet që ajo është një formulë avantazhoze. Nuk ka ndodhur, nuk ka 25 vjet, kjo parti nuk i ka fituar zgjedhjet, sepse sa më organizuar dhe dogmatike të jetë ajo parti brenda vetes, shoqëria është shumë e madhe, shumë e papranueshme për shoqërinë. Ju kujtohet Nano në 2097-ën, mori Aleancën Demokratike, themelus televizjes dhjetorit etj. Pra, është shumë e komplikuar kjo si skem. Elementi i dytë, një nga pjesët e suksesit të LSI-s, për mendimin tim nuk është korruptimi i vogël, thelbësisht është fakti që ajo është një parti, është një lloj që quhet në shkencët politike luan një efekt socializimi. Ata janë të gëzuar më që janë LSI, shkojnë në kamp, pinë kafe me njëri tjetrin. Është një ata kanë përkatësi, ajo është një lloj forme socializimi. Okej, po kjo vlen deri në një farë për një grup, për një lloj për masë e partisë. Për te një pikë nisin logjika krejt tjera. Pse s'di Berisha ta bëj atë gjë që bën Meta, s'di. Se kemi parë. S'di Edi Rama, di ta bëj, por nuk bëhet mo. Po u kalua një përmas, nuk bëhet. Por po u kalua 7-8-10% nuk është e mundur të menaxhohet. Pse? Sepse humbet kjo, humbet. Edhe unë i njihja në vitet 2 vitet e para gjithë studentët e Universitetit Evropian Tirana. Si njoh do tani, se është bërë një përmasë e madhe që pra nuk vlen dy logjikat. Po qesë LSI do të kalojë në forcë e madhe, siç e ka pas një slogan vet, do nisin logjikat e reja dhe për mua LSI si kanë filluar dhimbjet e rritjes ose të ambicjes të rishfaqur. Po shohim luftën politike të kësaj. Me mjete jo politike, jam dakord, secili po thret në ndihmë gjërat që ka më në avantazh. Ndërkombëtarët basha, tjetri këtë, dikush dekriminalizimin, dikush ku diun kulisat, nuk ka rëndësi. Kjo për mua është thelbi. Pra, po të zgjidhet pyetja, ku do LSI që të shkojë? Unë mendoj që zgjidhen dhe gjithë gjërat e tjera. Mirë, kur them pas publicitetit do të diskutonim pak që a ka hapësira, mund të jetë një nga skenarët dhe një qeverisje e përbashkët PS-PD? Pas pak. Po diskutojmë për politikën, tensionet e fundit të vënë re dhe kam dy analistë, Herin Çinin dhe Ilir Kullun, po flasim për të mundshmet si opsione. A ka një mundësi që të ketë qeverisje PS-PD? Nëse do të ketë një ndryshim të ekuilibrave për cilat folëm pjesën e dytë? Do të ishte një lajm shumë i keq për vendin mos pasja një opozite reale. Unë do të ishte jo një sjarri, do të ishte një problem shumë i madh për vendin. Sepse realisht Shqipëria është një vend që edhe për 20 vitet e ardhshme ka nevojë për opozitë. Ashtu si tjetë, po opozita është institucion në vend, edhe duhet tjetë institucion në vend. Prandaj do të ishte, domethënë, qofse këta burokratët ndërkombëtar që vinë dhe marrin rrogën në Shqipëri dhe ca e marrin edhe kontradiksion me fillimin, pra opozita është një gjendje natyrshme drejt 49-s gjithmonë, drejt 51-shit. Nëse këta burokratët perëndimor që vinë dhe marrin dhe rroga më të larta duke përshkruar Shqipërinë si një vend me probleme, në fakt, gjysmë e tyre problemi më i madh që kanë është mos marrin smundje seksualisht transmetueshme në Shqipëri. Problemi qëndron që Shqipëria është një vend në rritje, Shqipëria është një vend në 25 vitet fundit në konsolidim dhe është një vend që ka nevojë për demokraci të qëndrueshme, po demokraci të qëndrueshme pa opozitë është skandaloze. Nuk është një opsion i mirë për ty. Do të ishte opsioni më i keq. Unë mendoj që është një opsion i papërshtatshëm, më i keq nuk do thoja, sepse koalicionet e mëdha zgjasin pak, është një opsion i papërshtatshëm. Përkundrazi e përshtatshme do ishte nevoja e ndershme që ka shoqëria shqiptare, dhe mendoj që jemi në këtë fazë, për kompromiset mëdha më të gjëra se sa çështjet korrente, që nënkuptojnë një fazë të re reformash, një fazë të re të paligjshmërisë, një fazë të re të luftës ndaj korrupsionit, ndaj krimit, për liberalizimin e tregjeve etj. Këto për zgjerimin e lirive demokratike ose të grupeve
shoqërore. Kjo do ishte shumë e mirëpritur si pakt PD-PS, ose dy forcave nda, ose dy koalicioneve, po të doni ju. Përkundrazi, dhe ana tjetër Shqipëria ka nevojë të vinë në një normalitet tjetër. E hapur, e thjesht dhe e qartë. Partit në koalicion vinë dhe ikin bashkë me koalicionin kur i voton populli. Ajo që ndodhi në 2013 nuk ka sens të jetë më një formul për të nesërmen. Edhe pse politika ka kombinimet e veta të. Janë dy partit majta, konkurojnë bashkë, ose heqim atë skenarin veç e veç, dhe o rrinë bashkë, konfirmojnë bashkë, o ikin bashkë nga pushteti. Dhe ana sjelltas, si thuash, ata që bëjnë bashkë opozitën, duhet bëjnë bashkë pushtetin. Ka dhe një fenomen të largimit të deputetëve andej këndejnë për shumicën e përgjëra, është një fenomen i papranueshëm, i dënueshëm. Pazar. Moralisht është një pazar, po i thoja një ditë me shaka disa miqve të mi në tavolinë që unë personalisht jam grup interesi edhe s'kam asnjë detyrim ndaj asgjëje, edhe ose njeri përfaqësoj veten time dhe po themi më vjen pak a shumë siklet kur them një fjalë të mirë rezervohem kur them një fjalë të mirë. Po këta që kanë marrë votën e popullit opozitar dhe dalin në krahun tjetër, është e shëmtuar. Kjo duhet normalizohet. Normalizimi i parë i kësaj duhet të jetë LSI-ja, cila duhet vi ose tiki në raport me votën e popullit me pushtetin dhe të kalojë të bëj kalimin e gjerë. Ky është normalizimi i parë, ose të dali dhe të kërkojë si parti e madhe ambicën e partia të madhe për qeverisë së Shqipërisë. Të kërkoj vetë LSI-ja, jo të thotë Rama dil kërko ambicet e tua lartë. Mos ja kërkoj Rama këtë, ta bëj vetë LSI-ja thua. Jo, nuk po më kupton. Jo, në zgjedhje dal vetëm thotë. Në 2009 vetëm që dal LSI-ja në zgjedhje. Thash këtë koncept. Po shumë mirë bëri dhe bëri një gjë shumë pozitive. Shpëtoi demokracinë mendoj unë atëherë. Po them këtë gjë Ilva që nëse kemi opsionin që LSI, siç thot mora premisën e Ilirit se janë gjitha skenare, do të jetë forca qeverisë e Shqipërisë, forca e parë, ose që do ketë kryeministin e ardhshëm, bën mirë këtë ta thot hapur pretendimin e saj dhe të dalë nga koalicioni dhe të shkojnë në zgjedhjet e ardhshme. Regjimi i urryer meta kur do të ndodhi. Pra kjo është pak a shumë. Ndryshe, harmonia e propozimit elektoral duhet të shkojë nga dita e parë në ditën e fundit. E kuptoj, po është mirë të shkojnë në zgjedhjet parakoshme me këtë ftohje PS-LSI? Zgjedhjet e parakoshme nuk janë absolutisht një gjë e keqe, janë një gjë e mirë, nëse ekuilibri politik nuk është i mundshëm i gjendshëm në konjunkturën e pallatit ose në konjunkturën në tryezën e parlamentit, se ç'është konjunktura e pallatit është shumica parlamentare. S'është fare problem, asnjë opsion. Unë personalisht do preferoja një bashkëpunim PD-PS për gjëra të mëdha, transversale që qëndrojnë. Po jo në bashkëqeverisje, vetëm jo në bashkëqeverisje, sepse bashkëpunim për reforma të mëdha. Bashkëpunim për reforma të mëdha, ato bëhen për një javë, votohen për çfarë janë, pastaj bëjnë diferencën. S'ka prodhuar gjë në 2008 kjo fryma e bashkëpunimit. Ka një problem tjetër. 2008 me kushtetunë, s'prodhoi në një. Ilva, ajo ishte gabuar. Ilva, kam frikë se mund të bëjmë prapë të njëjtën gjë. Ajo ishte një. Mos bashkojmë për një datë ideale. Prishje ekuilibrit të Republikës, ne provuajmë atë kemi një president jashtëloje sot për shkak të asaj ndryshimeve. Kemi disa probleme tjera, kemi deputet KQZ-n që nuk funksionon. Se duhet besojmë ne që nuk do prodhojnë prapë të njëjtën gjë, nëse bëhen bashkë. Të bëjnë të durën, njëra bën gabim, të bëjnë mirë, se ka bërë shumë gjëra të mira PD edhe PS-ja në këtë vend në 25 vjet. Kanë bërë kompromise të mëdha, zhvillime të mëdha etj. Është 25 vjeçari më i shquar, më glorioz në historinë 500 vjeçare të Shqipërisë. Çfarë ka për lavdi se po marrin rrugët shqiptare? Ka shumë lavdi. Këtë rinj që duhet vinë besoj edhe ke universiteti jot. Që duan më shumë çikin se të rinë në Shqipëri. Për një standard tjetër. Ne kemi humbur sensin, jemi bërë shoqëri ambicioze. Gjithë jemi bërë ambicioze. Kjo kena çon përpara. Kjo është një gjë pozitive që ne kemi. Mos më qenë realist. 25 vjeçari i transformimit demokratik të Shqipërisë, me që jemi edhe në 2015-ën, ka 2019-ën, është me arritje të pakrahasueshme në 500 vjet histori. Kemi arritur në këto 25 vjet për një brez e pak, aq sa nuk kemi arritur në 500 vjet, po e them që është bërë, ka pas përdorur në anë termin 555 vjetët e shkuara. Pra, se kanë bërë një gjë keq PD dhe PS, nuk do thotë që nuk mund të bëjnë gjëra të mira dhe nuk kanë bërë shumë gjëra tjera të mira. Ka një diferencë. Në 2008 ishte puç brenda natë, një marrëveshje bërë brenda natë kok në kok, ku aktorët kanë qenë Berisha, Bode dhe Rama Islami. I bie sot jenë 3-1.
për përdorën, sepse Islami ka kaluar djatas. Me një kusht por nga kjo katësh Rama është në pushtet dhe me popularitetin më të madh. Po patjetër, dakor. Po edhe pas zgjedhjeve dhe nëse bëjnë zgjedhje thuani? Nëse ka një avantazh, është në avantazh, është figura politike në avantazh. Që të bëhet ajo që ju thatë. Ka dhe përgjegjësinë më të madhe, të kuptohemi në kuptimin që të bëhet ajo që ju thatë, ka dy parakushte. Një, në rastin konkret kërkon një konsultim të gjerë edhe ndërkombëtar që në 2008 ka munguar, pra Komisioni Venecia. Por është toleruar, ne kujtohet vizita Widersi ke Topalli për të votuar ligjin. Widersi nuk e se ka lënë në gjurmë të mira në Shqipëri, tash jemi realist. Amerikan ishte ai. Amerikan ka sa dush, Amerika është vend i madh, ka sa dush, edhe Amerikan, nëse do lexojmë raportet e Kongresit Amerikan për Paul Bremer në Irak apo për histori të tjera, ju e dini më mirë se sa unë se ose për Joseph Kennedy në Anglinë e Hitlerit, në Anglinë e periudhës Hitlerit. Tani ne themi për situatën aktuale. Ka dy parakushte, kërkon një konsultim të gjerë ndërkombëtar dhe dyta kërkon edhe një bashkëpjesëmarrje të gjithë grupeve parlamentare në votimin e kësaj. Sepse nëse nuk bëhet me grupet parlamentare, atëherë duhet shkojë me konsultim popullor. Nuk mund të jetë vendimmarrje pallati brenda natës. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse atëherë do të krijojë pasojë të tjera. Mirë, po kjo ka pikpyetje të tjera. Si do shkojmë zgjedhje? Me këtë sistem zgjedhor që kemi, me listat hapura, me listat mbyllura, me listat e kryetarëve? Nuk besoj se ka terren për zgjedhjet parakohshme në këtë klim që kemi aktualisht. Unë mendoj që nuk ka klim dhe nuk ka terren për momentin për zgjedhjet parakohshme. E para dhe dyta, keni parasysh që zgjedhjet e parakohshme, pavarësisht se ja ka lënë instrumentin sot politik kryeministrit ato ndryshimet kushtetuese të 2008-s, po një pjesë e madhe e deputetëve nuk duan të lënë mandatin e të rrinë pa punë pastaj. Po sigurisht. Harrojmë të pjesë, kupton? Deputetët nuk janë aq naiv. E vazhdojmë pak bisedën edhe me skenarët e mundshëm, se kam përshtypjen që ajo i ka intriguar më shumë edhe ndjekësit e emisionit. Horoskopi. Kam nxjerr një pjesë të shkurtër të intervistës kryeministit Rama me Tim Sebastianit Deutsche Welles. Ndiqni momentin. You formed a coalition with a man called Ilia Meta, about whom you said 2 years before, in 2011, he exemplified all that was rotten about Albania. Yes, yeah, I said it. You said it. Mm-hmm. And you were so keen, so desperate for power, that you would get into bed politically with a man who you clearly despised. Why? It's not, I strongly believe that it's not about men, it's not about people, it's about systems. So, well, you didn't attack the system, you attacked the man. You attacked the man. Wait a minute, it's not about men, it's not about people, it's about systems. How many rotten people do you have these days in your governing coalition? We don't have rotten people in our governing coalition. Except for the person that you called rotten in 2011. I did, again, and I repeat, I'm not denying it, but there is something very simple about politics. It functions through elections, it functions through numbers, and it functions through programs and common agenda. So as far as all this is in place, things can move forward. A i shiti Rama Metën në këtë intervistë? Kula? Rama një lloj forme shiti vetën, jo Metën. Sepse në fakt, ose më mirë, ky është paradoksi 25 vjeçar politik në Shqipëri. Unë njerë një javë në faqen time në Facebook marrë deklaratat e politikanëve dhe njerëzve të ndryshme dhe i nxjerr çfarë thon ata javë për javë. Dhe po ti marrësh ti shohësh në vite çka kanë thënë për njëri tjetrin, janë të gjithë të pabesueshëm. Dhe në këtë gjë zoti Rama ka drejt. Në Shqipëri ka rënë sistemi për të qenë i besueshëm. Dhe kur bie sistemi bëhet nga njerëzit janë të gjithë pabesueshëm. Pra një lloj forme Rama shiti veten me një diferencë që koherenca nuk është atributi kryesor i politikës, por i sistemit politik ose i liderëve politik është i sistemeve shkencore, morale dhe fetare. Kjo është i pari thelbësor. Detyra kryesore politike është të përfaqësoj realitetin dhe të zgjidh situatat. Përfshi këtu dhe me çmimin e inkoherencës. Nuk është parsore. Nuk më duket, Rama më duk politik në këtë deklarat, dhe në një farë mënyrë tha që ne kaluam në purgatorin e votës. Nga ferri vinim, në ferr ishim të dy apo ishte kundërshtari rivali im, etj, por kaluam në purgatorin e votës. Dhe më duket një folur politike. Është pjekuria e elitës politike dhe nuk është nëse i shkojmë kësaj pastaj nuk është problemi i Metës. Është problemi atyre që ne sot flasim për dekriminalizim.
I bie dhe si është ajo çështja si tha deputeti Gaçi që morëm të fortët në listat vetëm për të mundur Berishën, kjo është e rëndë pastaj. Shikon, kjo pastaj nëse është bërë me vetë. Kjo hap një debat të madh, por kjo hap debat të madh për ne që jemi jo politik, po për politikën kjo nuk është fare problem. Por politikët e pranuar që ti kemë thënë njëri tjetrit fjalën e fundit publikisht. Nuk mund t'ia faturosh metës, pastaj tu shiko, është problemi im është ky. Koherenca është e disata në rendin e vlerave në hierarkinë e vlerave politike. Të bijem dakord. Ndryshe skemi politik, që nga Machiavelli, që nga moderniteti e këtej. Por koherenca vjen më pas disa situatave të tjera. Atëherë do ishte dogmatizëm, tirani, zë ndryshonte asnjë mendim, do ishte sistem demokratik. Do ishte politik madje. Më shkruan një miku im që po na ndjek emisionin, po pse Albin Kurti është koherent për 15 vjetësh? Pikërisht se ka provuar burgun Albin Kurti. Jo, është ekstremist. Ka provuar burgun në Serbisë Albin Kurti. Dhe ekstremistët janë koherent. Në momentin që ato bëhen shumicë, ato janë detyruar të mos jenë koherent. Në momentin që janë këtë se kemi provuar ende tek, se nuk është bërë shumicë, tek Albinit paktën. Nuk e dim nëse do e humbas koherencën. Është ligjësi politike. Unë e njoh nga afër dhe jam i bindur që Albini kur ekstremizmi bëhet nuk do ta humbas. Kur ekstremizmi bëhet shumicë, ai është i detyruar qeverisë ai interesi i përgjithshëm. Pra të mos jetë koherent. Nëse keni vënë re, Albini ka dhënë dorëheqje nga kryetari i partisë vet në kulmin e suksesit. To janë gjeste, nuk janë fare, janë. Kjo është e rëndësishme sepse më thuaj ti kush kryetar partie përveç Fatos Nanos ka dhënë dorëheqje në Shqipëri. Quhet PR. Mirë. Është lideri i partisë, është lideri. Nuk e di nëse juve ju ka bërë përshtypje, mua po dhe besoj edhe në media pati një lloj reagimi. Në një nga deklarimet e Ylli Manjani, Televizijës Socialiste për Integrim, ka përmendur një tokë fjalësh, zotëria 200 milionësh. Dhe ka pas dilema nëse ishte për Bashën apo ishte për Ramën, pse që e shkulla? Jo vërtet. Janë gjetje të qëllimshme sintaksore. Manjani ka një histori gjatë të bashkëpunimit me të tre liderët e Jo, për kë ka pasur në këtë rast? Zotëria 200 milionësh, kush është? Ka histori të gjatë bashkëpunimi me Nanon, ka histori të gjatë bashkëpunimi me Ramën, po tash fundmi edhe me Metën si drejtuesi i LSI-s, dhe Manjani e njeh mirë artikulimin politik dhe mendoj që edhe Manjani ka zgjedhur një mënyrë, le të themi, të turbullt, të mjegullt për t'i dhënë një mesazh Bashës, po në të njëjtën kohë për të thënë edhe një mesazh të vetin, se keni parasysh që Manjani para disa vitesh ka qenë mik edhe bashkëpunëtor i Ramës dhe nuk janë ndarë në ujëra të mira, për t'i dhënë edhe një mesazh ndoshta Ramës që shiko çfarë do bëjmë, do prishim koalicionin, sepse Manjani është burr i zgjuar dhe është njëri që ka eksperiencë, nuk i hedh llafet në ajër. Po natyrisht besoj që e ka pasur në rastin konkret për zotin Basha. Afera për cilën përflitet Basha nuk është 200 milionë, është 230. 200 e ka përmendur dhe Ramës. 200 që nuk është e Bashës. Po jo, kanë llogaritur atë përqindjen e komisionit. Nëse se dhe shumë për të qeshur me këto shifra nuk është. Megjithatë ka një tjetër deklaratë po të Manjanit që në çështjen e famshme të Çezit është përfshirë djali i Berishës dhe djali i Fyles. Dhe këtu u dha sinjali i parë që kishte një lloj kundërpërgjigje si ndaj PS-s dhe ndaj Partisë Demokratike. Kaq përfshira janë çështjet e Çezit? Nuk kam fare informacion dhe me thënë drejt nuk e njoh si detaj. Mua edhe thash në fillim që më intereson çështja e Çezit, ose jo s'më intereson, po mund ta përdor çështjen e Çezit vetëm si ilustrimi i formulës që është një luftë me mjete luftë politike me mjete jo politike. Më shumë s'di ç'të them. As përjashtoj, as implikoj dot gjë. Ka gazetar shumë të specializuar. Po na ndjek Manjani dhe thotë kisha në euro 200 milionë euroshin. Prandaj nga dollar. Kështu që i bie ka pas për Bashën. Nuk e di nëse do na përgjigjet për këtë. Nuk ka qenë se ka qenë në dollar e ka konvertuar në euro. Po shafruar dollarin me euron sot janë shumë afër në vlerë. Mirë, kthehemi tek pjesa e fundit pas publicitetit se dua të diskutoj pak me dy analistët në studio. Po çështja e sotme, zoti Brau ka dërguar një letër institucioneve më të larta të vendit me shqetësime se po kryhen veprime të tjera të ndryshme ndaj familjes së të arrestuarit zotit Kastriot Ismailaj, që mund të çojnë në destabilizim të vendit. A është vërtet ky rrezik? Pas pak.
Jemi rikthyer në pjesën e fundit të një debati që po diskuton, po analizon skenarët e mundshme të politikës, e cila sot mori disa sinjale shqetësuese gjithashtu. Letra e zotit Brau. Jeni ndjeni kulla? Jo, nuk jam në ndjeni, pash diçka para se të vija këtu, po domethënë ajo që unë mund dëshmoj duke qenë që e njoh mirë familjen e zotit Ismaila, i ka një familje shumë ngushtë, vetëm gruan, nënën dhe një djalë. Zoti Ismaila i ka miqësi të vjetër edhe me zotin Prifti që nga kohë kur punonin në Ministrinë e Punës, edhe me zotin Doshi për arsye biznesi, dhe nuk e di, nuk jam i prirur të besoj shumë këtyre bombave të cilat hidhen nga një formë ose një tjetër, por natyrisht në këto histori është mirë që pastaj të ndërhyjnë institucionet që t'i sqarojnë, sepse keni parasysh që kemi një proces politik është ai që folëm tash, po kemi edhe një proces gjyqësor për këtë zotërin i cili është në burg. Edhe ky ka familje, ka gjëra personale, ka jetën e vet, drejtat e vet. Ka të drejtat e veta dhe drejtën kushtetuese që të presupozohet i pafajshëm deri në formën e fundit të dënimit. Dhe mbi të gjitha keni parasysh që ky nuk është terrorist, nuk është trafikant droge, ky është njëri që ka qenë bankier, është një biznesmen, ka jetuar mes Tiranës, e njohin shumë nga këta politikanë, se këta mundojnë t'ja faturojnë metës për mik, po një 40 deputeti njohun që e kanë pas mikë dhe që e kanë mikë, domethënë. Edhe, domethënë, është mirë të kemi kujdes shumë në rrafshin personal, sidomos kur ndërhyjnë politikanët. Domethënë, se kanë ndërhyrë politikanët? Zoti Prifti është politikan, zoti Doshi është politikan, zoti Brau është politikan. Zoti Prifti thotë që nuk kam lidhje me këtë çështje. Tani që zoti Prifti e njeh Kastrioti Ismaila që në kohën e Ministrisë Punës, unë këtë e di shumë mirë se ka mik Kastrioti. Zoti Prifti është politikan, mund të thotë çfarë dojë, është në drejtën e vet. Por unë, si mik i familjes së zotit Ismaila, jam i prirur që të lihet jashtë, sepse janë njerëz me halle, me probleme të tjera. Ai zotëria që është në burg para 5 ditës ka pas nënën në spital me operacion kokë, domethënë. Është mirë që politikanët bëjnë kujdes në çështjet sociale në rastin konkret. Këtë do gjykoja. Zoti Braho njihet në 10-15 vjet e fundit në jetën politike për profilin që ka për testuesi situatave të nesërme, që po të ecin, okej, po të ecin pak a shumë nuk mban njëri në një përgjegjësi të rëndësishme. Në kështu du ta shoh atë pak a shumë letrën e tij. Me shumë seriozitet. Megjithatë, Ilva, problemi është që ajo që shqetësuese sot, edhe përfshi dhe pa themi ku inkuadrohet dhe kjo letër, është fakti që këtu ne po kalojmë nga një shoqëri që u përpoq një 25 vjet të prezumoj pafajësinë, por shkojmë një shoqëri ku fajësia është bërë e prezumuar, edhe nuk është shqetësuese për kudo. Pra, këto metastaza i ndeshim kudo që gjithkush presupozohet fajtor njëherë, pastaj domethënë, tu po i bën gjyq publik atij zotërisë pa u marrë fare me detajet. Pra, si thua duhet ta provosh pafajësinë tënde dhe jo akuzuesi duhet. Zoti Ismaila po kërkon 130 milionë euro nga shteti, ëh? Po zoti Ismaila është drejt në vetë, është një proces gjyqësor, se kjo është e bukur. Zoti Ismaila që nga në arbitrazh, e para një herë nuk i kërkon nga shteti, le ta sqarojmë këtë histori. Zoti Ismaila këto i po i kërkon nga Çezi dhe ka qenë arbitrazh me ish Çezin. Dakor, pra Çezi tani është tetëror. Kur kaluar ripronësia, këta nuk e bën mirë këtë marrëveshje, në vend që t'ia linin Çezit atë arbitrazhin, e morën dhe e blen vetë edhe detyrimin që kishin. Dhe ta çosh tjetrin në burg, sepse që kanë arbitrazh me shtetin. Jo, nuk është për këtë arsye aktualisht. Kjo është një gjë, domethënë, po këtë janë mbushur, domethënë ai po gjykohet për tjetër gjë dhe kanë mbushur opinionin publik sikur po shkon për këtë gjë. Që është e para. Se kjo duhet sqaruar që zoti Ismaila nuk është i arrestuar për këtë. I kanë ngritur një proces publik, pra një gjyq nga ata të kohës komunizmit 45-s, kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, se thonë se është mik me këtë Ismailën dhe ky po i kërkoi 130 milion. Jo, thuhet që për shkak të misive që ka pas në klasën politike. Po prit ndalojmë çik sepse e para njëherë Ilva ai s'ka pas mundësi të ketë ndikime kur ishte lider në opozitë. Po vetë që ka 40.000 që njeftin në parlament. Kush? Po Meta çfarë ndikimi mund të bënte si lider në opozitë? Atë të 40 ose asnjëri. Çfarë ndikimi mund të bënte Meta kur ishte? E dyta, Meta ka qenë ai që ka heq pastaj i bie, sepse nëse pranojmë që ai pas ka qenë që ja pas ka dhënë këtë licencën, Meta ka qenë ai që në 2012 ja ka hequr. Si i bie? Ja ka heq vetes Meta. Në qeverinë ku Meta pra sot mbas qeverisje, ai është denoncuar, hetuar dhe është quar pas hekurave. Tash Meta i bie të ketë çu vetëm pas hekurave. Jo, Meta ka qenë ministër kur është bërë kontrata. Po mos sot tani, sot. Jo, kur është bërë kontrata me Dian, them. Nuk ka qenë ministër Meta kur është bërë kontrata. Ministri i jashtëm. Meta ka qenë ministri i jashtëm, jo ministri i linjës.
Po Sali Berisha nuk të lindë të bëjë nga këto histori të shqitjemi, Sali Berisha të kontrolon deri në detaje, si do lindë Sali Berisha metën, dhe për më tepër kur, në një kompani private si Qesi, kini parasysh që Qesi është një nga kompanitë më të mëdha, është kompania e dytë në Evropë, është një kompani e cila donte apo s'donte Josef Eseku në Shqipëri, i ka bërë një due diligence kësaj kompanie për cilën flitet, këti zotris, Ismailajt, ose asaj zonjës që Amerikano-Afrikano-Jugore, e ka bërë një kontrol, se si e ka dhënë. Le të bënde që dojë, unë e njoh dhe Esekun, e kam takuar dhe Esekun, kam njoh dhe me të disa herë. Eseku ka qenë diplomat në Jugoslavi në 91-shin, i ishtë Çekoslovakisë. Tani, si u bë kjo, se nuk funksionon Çekia si Shqipëria. Duhet keni parasysh që u arrestua shefja kabinetit të kryeministrit të Çekisë dhe u qua kryeministrin shtëpi, vetëm sepse kishin dhënë një urdhër të paligjshëm të përgjimit të shërbimeve sekrete ushtarake 2 vjet përpara në Çeki ndaj politikanëve të tjerë. Ka shtet ligjor Çekia, është Bashkimi Evropian, nuk është kështu siç e marrim ne. Ja, janë 2 veta dhe u korruptua kjo gjë. Dhe ç'është më rëndësishme, ne nuk kemi marrë me 2 procese që janë shumë të rëndësishme. Si erdhi dhe si iku ky Qezi? Sepse qeveria shqiptare, kemi realist, Zoti Rama është në Amerikë, nuk na dëgjon. Kemi realist, Zoti Rama nuk na dëgjon. Një janë. Nuk janë një, jo. Zoti Rama nuk na dëgjon, por Zoti Rama ka qenë në një presion të hapur qeverisë çeke. Unë kam qenë në Prag ato ditë. Zoti Rama ka qenë në një presion të hapur qeverisë çeke. O mbyll çështjen me Qezin, ose ne të vum veto stapim statusin. Tash Zoti Rama është kryeministri i Shqipërisë. Vinte një koalicion që kishte dhënë premtime do bëj këtë, u ndodhi Lazarati e gjitha ato reformat e tjera. Çfarë do bënte Zoti Rama? Do thoshte nuk po marr për shkak të statusit Qezit. Dhe tjetra, ne po themi që arbitrazhi i Ismailajt na shqetëson ka sot qeverinë shqiptare. Po arbitrazhi me qeverinë çeke, çfarë do t'i bënte qeverinë shqiptare? Pra Ismailaj një individ 3 miliard. na e trondiste. Po arbitrazhi me qeverinë çeke si do shkon? Duket se po humbim fokusin. Për mua duhet jemi realist, këtu bëhet tu hidhet tym, bëhen procese publike si në kotë Beroxhës, duke harruar prezumimi që ne fajësisë. duhet shkojmë në 2 parime, prezumimi pa fajësisë dhe kontrollin e fakteve. Plus votën e popullit. Plus votën e popullit. Ilua, disi duhet kjo situatë duket pak si armëve kimike, në një farë mënyre. Si të kush me shpatën luan nga shpata do vdes. Patëm zgjedhjet 2013 një populizëm ekstrem të Ramës, edhe për 3 muaj ai dështoi me një raport shumë të rëndësishëm diplomatik dhe për skenën ndërkombëtare të pozitës së Shqipërisë me çështjen e armëve kimike të Sirisë. Po cila është paralelja? Po ngrihet një frymë jakobiniste që nuk dihet se ç'do përfshijë dhe nuk dihet çfarë nuk do. Nuk e din të gjithë jakobinistët, dhe ja shpjegojmë çfarë? Jakobine është ta presin kokën. Po, në emër të kujt si funksionon? Në emër të një moraliteti që s'dihet se çfarë, në emër të një sensi komun të drejtësisë që s'dihet se çfarë është i pakufizuar, kundër të cilit kanë dalë gjithë sistemet juridike, proceset e drejta, liritë e drejtë e njeriut, të themi prezumime të fajësisë. Po mendoj që po humbasim fokusin dhe ne të tre, megjithëse jemi pak jo më populli shqiptar. Fokusi bazë është problemi bazë aktual në Shqipëri, për mendimin tim është kjo. Një intensitet ose një front i gjë reformash që është ndërmarrë. Apo pengohet, apo po regresohet, apo po inkurajohet nga sistemi drejtësisë. Për mua kjo është thelbi i çështjes, ose ajo pika e interesit publik. Unë them që agenda reformës drejtësi, ku takohet dhe interesi ndërkombëtar dhe interesi publik dhe është kyçi ose mënyra se do sillen aktorët është kyçi edhe ndaj këtyre zhvillimeve të tjera që do të vinë. Krahas asaj më të madhe, që nuk duhet ta harrojmë dhe është natyrshme, interesi i aktorëve kryesor politik për të modeluar ose për të modeluar të ardhmen e afërt politike dhe dalke fjalia e parë, në radhë parë kryeministri Rama, personi më i fuqishëm politikisht në vend, përfshi me mjetet dhe me popularitetin, se nuk duhen harruar, po kërkon një formulë të re politike. Që mund të jetë një shkëputje nga Ilir Meta? Mund të jetë çdo gjë, po e kërkon, nuk i njohim konturet, vetëm po e kërkon. Ka vënd të i qyrën dhe po shikon të ardhmen. Duhet të parashikojmë të ardhmen që të mos gatrojmë në tashmen, apo jo Ilir, po gatrojmë shumë në tashmen. Ne nuk marrim dot rolin e parashikuesve të fatit dhe të klerikëve. Megjithatë unë mendoj që zoti Rama është... Pyetja që diskutohet sot në gjitha tavolinat ku ulen shqiptarët është apo ndahet Ilir Meta dhe Edi Rama?
Apo marrin dy rrugë të ndryshme, apo ndodh diçka me majorancën? I ezauruam gjitha këto pyetje sot, se zua që ta mbyllim emisionin me pikpyetje. Unë kam një përgjigje për këtë. Ilva, këtu po ndahen qindra çifte në gjykatat e Shqipërisë. Po nuk është e njëjta gjë. Nuk ka ndonjë çudi po ndahet edhe çift politik, cilësh ndarë një dy herë tjera. Ose banalizoj. Po jo, nuk po e banalizoj. Ki parasysh. Është shumë e rëndësishme që shqiptarët kuptojnë diçka. Që nëse debati është publik, edhe debati i ndarjes politike do t'jetë publik, atëherë edhe transparent do t'ishte shumë e shëndetshme për shoqërinë, që shoqëria të mësohet me skema t'illa. Sepse e thamë që kjo shoqëri në 2008 nuk protestoi për ndryshimin e kushtetutës brenda NATO, një kushtetutë e cila ishte votuar nga populli. Mirë, po të dëgjosh Metën dhe Manjanin, martesa ka probleme. Po shkohet drejt divorcit është pyetja? A mund jam një përgjigje metaforike, Ilva? Sa të mendohet Kulla se zot përgjigje drejt për drejt, nësa kuptojë. Përgjigjem drejt për drejt. Biografinë e Margaret Thatcher, 10 Downing Street, ajo përshkruan takimin e parë me liderat në 79 grupeve ekonomike, me liderat e G7-s. Dhe i përshkruan në një mënyrë të ndryshme, pa ajo që ka rëndësi është përshkruan Andreotin. Dhe ne do të kuptojmë që i afrohemi politikës e kontekstit mesdhetar dhe kështu. Thotë kështu. Ky thotë Andreoti e konceptonte politikën si gjithë italianët e tjerë, si një përgatitje e parreshtur për luftë, por që shmanget në minutën e fundit, pasi palët duke llogaritur shanset, e ndajnë pren paraprakisht pa pasur nevojë të gjakosen. Mua kështu duket situata aktuale, po testojnë, asgjë nuk është e sigurt, po testojnë forcat, po testojnë shanset, po testojnë projektet, po testojnë mund të merren vesh përsëri, edhe është në traditën e të majtës kjo, në një farë mënyrë, në të majtës Shqipëri, e djatha betet kanë qenë më kalorsjake, më idhnake, këtu kompromiset kanë qenë më të paskrupullta, por më politike. Produkti një kompromisit paskrupull është dhe ky koalicion që kemi. Kompromisit paskrupull? Nga pikpamje e moralit publik, po, një prilli, politik, tjetër gjë, dhe më thënë, në këtë sens. E kuptoj. Pra gjykuar me mjetet e opinionit publik, jo me mjetet e politikës. Kjo Ilva është një martesë me kontratë, dhe kontrata ka qenë 4 vjeçare. Thjesht 2 vjetë kanë kaluar. Kur është bërë, 4 vjeçare. Deri tani kanë konsumuar 2 vjetë. Por i negociohet kontrata? Në fillimin e vitit 3, kjo martesë ka filluar, martesë politike, ka filluar t'japi probleme. Tashi mund të shkohet në disa variante, mund të shkohet në divorc përfundimtar, mund të shkohet në ndarje, porqëndrimi, mund të shkohet në zgjatje, do më dhe ka disa formate. Është e qartë që është një martesë në krizë. Problemi është çfarë formati do marrë. Është mirë të ftosh, ka ardhur koha të ftosh, ndoshta një intervistë personalizuar Mustafa Nanon, i cili në shtator të 2012 është autori fjalës famshme, le të mblidhen të gjithë qelpsirat vetëm etj. Po, nuk e di nëse ka momenti mendon që duhet pyetur. Mendoj që po, mu që duhet pyetur se ka markën. Si mendon ai? Ka markën e kësaj shpreje. Është metafore gjitha, nuk janë standardet e mia të gjykimit ose të emërtimit, po them që duket qartësisht janë në fazë testimi. Testimi është bërë më intensiv, më agresiv, më eksesiv, po testojnë. Okej, Kulla, ku asnjë vendim nuk është marrë. Ku është prishur martesa? Çfarë problemi është? Pse futur në krizë? Zgjedhjet lokale. Rritja e LSI-s dhe sabotimi i disa strukturave të PS-s në bazë për kandidatët e LSI-s. Gjithë problemi është nëse këto struktura kanë pasur nga lart nga Rama apo nga drejtues tjerë të Partisë Socialiste, apo kanë qenë vetë ato struktura të cilat një formë ose tjetër kanë vetë reaguar, siç tha Henri, që për shembull aty brenda ka. Po ka që vështirë është për njërin dhe tjetrin ta saksojnë se kush e ka pas përgjegjësinë për këtë punë? Prinsin Qershorin? Tani ka një problem që pas 21 qershorit... E humbëm prapë fokusin qendror, u futëm detaje. Jo, detajet janë të rëndësishme. Pas 21 qershorit, zoti Rama mori një iniciativë, mori iniciativën e ristrukturimit të partisë tij nga baza deri në qendër dhe të bërjes kongresit, gjë që tregon që zoti Rama ka reflektuar me atë rezultat. Dhe që shqetëson. Dhe e dyta, ka dhe një problem në raport me rezultatin. Çfarë do të ndodhte, dhe kemi parë ditët e fundit, shumë e rëndësishme. Ne kemi parë në Shkodër, këshilltarët e Partisë Socialiste në Këshillin e Qarkut kanë votuar për kandidatin e Partisë Demokratike. Dhe kemi parë dhe në Dibër, ama në Dibër ka një diferencë, që LSI-a vërtet u bashkua me PD-n, po u bashkua për ta marrë vetë kryetarin e Qarkut. Dhe nëse vazhdon dhe funksionon koalicioni, pra kjo martesa që po themi, domethënë në një formë ose një tjetër ata morën edhe kryetarin e bashkisë nëpërmjet votës, morën edhe kryetarin e Qarkut, por duke treguar që mund bëhet edhe një martesë këtej me ata.
Sepse kjo tregon që tensionet poshtë janë tensionet cilat vlojnë dhe një lloj forme i mban kapaku. Por është shumë e rëndësishme të kuptohet gjithashtu. Ja, kjo s'më pëlqen mua Ilva, on opozit është një gjë që nuk shkon. Më fal. Unë nuk besoj që është e ndershme që në një qark si Shkodra, që është shumë i vështirë, i djathtë, partia e parë e qeverisë, pra Partia Socialiste, të votoj për kryetar qarku atë kandidatin e Partisë Demokratike. Do thënë, kjo për mua tregon që ka një jo lojalitet në koalicion. Jemi realist. Dhe drejtuesi Partisë Socialiste, nëse do t'i japi një mesazh këtij partnerit vogël të koalicionit që thotë do t'i çili, duhet marrin masa dhe duhet shkojë atë që bërin Lezhë duke shkrirë komplet strukturën e Partisë Socialiste, shkojë ta bëjë në Shkodër, sepse si i bie pastaj. I bie që kur e bën ti është faj jot, kur e bëj unë nuk është faj. Është e domosdoshme për ta mbajtur këtë martesë në mënyrë për të qenë proaktiv për funksionimin e strukturës. Po kur PD voton për LSI-n? E njëjta gjë. Por problemi është se ja ke dhënë ti shkakun, e ke filluar ti parë. Opozita është më e legjitimuar të përçaj ose është më të bëj diversion. E njëjta gjë, ti je parti e parë, ti je i parë i shtëpisë. Prandaj thash unë, zoti Rama nuk besoj që do ketë dëshirë ta prish qeverinë e vet. Natyrisht duhet të jetë zoti Rama kur thet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai ishi drejt për drejt dhe ka përlëshuar një mesazh. Domethënë është më e legjitimuar LSI-ja që të bëjë aleancë edhe majtas edhe djathtas. Jo, duhet parë koherenca kur e ka bërë. Për interesat kombëtare. E para ndodhi në Shkodër, dhe nëse ndodhi në Shkodër dhe ka krijuar një precedent, ky precedent nuk është i mirë, është ogur i keq për këtë koalicion. Edhe një herë po humbim fokusin të mos zgjatemi. LSI ka dy pozicione bazë legjitime nga pikpamja e interesit publik. Të dalë dhe të me ndershme, të kërkoj vendin si parti e parë, të dalë vetëm në zgjedhje etj, të konkuroj me koalicionin e vetë etj, ose të qëndroj formulës në koalicionin aktual. Të dyja bashkë nuk qëndrojnë. Kjo ka prodhuar kontradikcion e tension. Pra, në ombrellën time të koalicionit me këtë pozicionim, po zgjeron pushtet me mënyra të caktuara. Jashtë kësaj kontrate. Kingmaker do të bëhet king. Do të bëhet king. Këtu është një lojë tjetër, rregulla tjera. Ka të drejtën, po me rregulla tjera. Po tash kjo edhe duhet parë. Ju përmendet çfarë ndodhi. Për shembull, nëse ju kujtohet, gjatë verës zoti Meta dha një intervistë dhe tha, sistemi fiskal, po shumë rëndësishëm detaj. Edhe për Ora News, për Moza Pisani. Sistemi fiskal, tha, ka dëshmuar, reformat kanë dëshmuar që nuk kanë qenë suksesshme. Duhet jetë model tjetër. Dhe në njëjtën kohë çka kishte bërë zoti Rama, kryeministri kishte dërguar një email ministrave të vet, që i thoshte jeni të dështuar, jeni arrogant, jeni dështak. Tani, në qoftë se këta të dy pajtohen për këtë gjë dhe pajtohen në distancë, pse mos pajtohen nga afër dhe të bëjnë rifreskimin e qeverisë për shembull? Jemi realistë, sepse edhe publiku sheh. Pra, në dy pozicione ndryshme ata mendojnë një njëjtën gjë. Atëherë ka ardhur koha që ta ndryshojnë. Por pyetja që ndron e ngritur. Ku do të shkojë LSI? Po problemi ku do të shkojë LSI. Mirë, pyetja është, kam 10 minutat e fundit që duhet ja lë pak opozitës. Heneri se e kaluan pak më herët. Çfarë pozicioni ka Basha në gjithë këtë histori? A është e gatshme opozita që të përballet edhe me zgjedhjen nëse do shkojmë? A mund të fitojë zgjedhjet në këto momente? A ka frym apo thjesht do manovrojmë me numra? Çdo lider politik ka një agjendë kryesore dhe ka një agjendë dytësore. Dhe mund të ndodhi që, po themi skematike, pastaj të shohim si qëndron kjo skemë ke Basha. Agjendë kryesore është ajo që është interesi i tij shumë imediat, ose shumë i lidhur me të, me leadershipin e tij. Biem dakord që Basha minimalisht do të ruajë leadershipin e PD-s dhe maksimalisht do të bëhet kryeminist i vjedit. Këto janë dy objektivat e tij të natyrshme, që legjitime. Atëherë mund të ndodhi që konjunktura është e tillë që unë s'kam shans për objektivin maksimal, po do ruaj, do bëj çdo gjë për të zgjidhur objektivin e dytë. Pra ruajtjen e leadershipit, kjo pak a shumë. Basha është në këtë pozitë, dhe është pozitën më të vështirë të mundshme. Këtë që po bën Basha, ose fatin thonjza që i ka rënë Bashës, për mirë apo për keq, nuk i ka ngjarë lideri politik tjetër në Shqipëri. Ku diun ka qenë Nano me Ramizalin, por ka qenë një situatë krejt tjetër të përfundimit të regjimeve. Berisha, Rama me Nanon kanë qenë në rivalitet dhe në konflikt. Këtu kemi një fazë tjetër që ne kemi diskutuar që është evolucioniste, jo me përmbyse, jo me vrasje babaj, jo me ndërprerje, etj.
Dhe bashkë është një ekuilibër jashtëzakonisht, një ekuilibër i detyrë jashtëzakonisht të vështirë. Për mua, është në lëvizje inteligjente. Një, ka gjetur mjetin më me pak kosto, dhe aty ku ai është më i fortë. Inteligjente se nuk i ha dot të dy në njëkohësisht. Po, absolutisht. Ka gjetur mjetin më instrumentin më të lehtë dhe më aty ku ka avantazhin për momentin që është komuniteti ndërkombëtar, dhe është duket qartë që komuniteti ndërkombëtar po mbështetet tek ai. Pra ka marrë fjalën e tij dhe me fjalën e tij, me këtë hipotekë të tij për çapit aty këtu për të zgjidhur agjendën e tij, dhe komuniteti ndërkombëtar ka agjendën e vet dhe në Shqipëri dhe në Ballkan, në rajon. Së dyti, ka arritur që deri tani të menaxhojë një marrëdhënie me ish-kryeministin Berisha, me një lider historik, me tiparet e tij etj të mos hym tani detajeve të kësaj natyre, ka arritur ta menaxhojë deri tani, të mos ta zgjidh, po ta menaxhojë. Nga një zgjidhja çështjesh vetë se menaxhimi i tyre ose shtyria e tyre, dhe ka arritur të dalë pak a shumë jashtë këtij pislloku, në thonjza. Pra nuk përmendet as në raportet. Ku do të përmendet ndonjëherë në akuzat e Braçës, po s'është në gjë me rëndësi, s'ka qenë ndonjëherë në gjë me rëndësi në jetën publike kjo. Jo, akuzat janë vetëm për Braçën thua? Nuk janë vetëm të zotit Braçë. Kuptimin ka ndonjë zë që përpërlitet. Pra duket se ka dalë jashtë tipit lëku, nuk diskutohet në raportit sekret të OSBE-s, etj. Sepse nuk është deputet, prandaj. Aty janë përmendur deputetët. Ato janë në forma tektike. Me gjithë konsumin që ka pasur majoranca në këto 2 vjet, nuk arriti të rekuperoj vota në zgjedhjet lokale. Basha arriti, unë ta shpjegova, Basha arriti të rekuperoj dhe kandidatët e Bashës, pa 3 partitë të djathta, PDU, ku i rekuperoi këto vota? PDU, PDK-n dhe të themi Bamir Topin, që janë parti qartësisht djathta, pavarësisht nga konjunktura, arriti të marrë 670.000 vota. Me një diferencë që po bashkoj mekanikisht, edhe pse mekanika nuk vlen plotësisht, është një gjë midis mbi 700.000 vota dhe shumë përafërsisht palët janë midis 750 dhe 750 të votave. Domethënë, Basha po avancon në agjendën e tij për të krijuar një leadership. Po avancon në drejtimin e duhur, në qëllimin e tij bazë realist, të profiloj leadershipin e tij në Partinë Demokratike. Po edhe një fitore si ajo e 23 qershorit dhe PD-s pastaj hyn histori, nëse mund të quhet fitore për PD-n. Së thash kështu, nuk thash për fitore për 21 qershorin, jo, se 23. Jo, 23 qershorit dhe 21, në 2 rastet pastaj i mbetet historisë si parti. Po shiko, edhe një herë. Se ti e ke lexuar si rritje, por nuk e kanë lexuar kështu demokratët, kanë përshtypjen. Po demokratët kanë debatin e tyre, demokratët duan të rinë 100 vjet në pushtet. Po themi zonja X ose zoti X duan të jenë gjithmonë ministra. Kjo është tjetër gjë për opinionin publik. Partia Demokratike po rikuperon dhe leadershipi Lulzim Bashës po profilohet. Ka që janë objektivat realiste. Në u kthy nesër në pushtet, ndonjë aty në PD ka menduar që është punë muajsh kjo. Ndoshta edhe Berisha ka menduar që është punë muajsh. Vazhdimi i kësaj, po nuk është kështu, sepse trendet politike janë gjata. Politika ka kthes gjatë, paktën 8 vjeçare. Po nuk do të presin demokratët kalojnë patjetër 8 vjet që dinë pushtet, atëherë pse kanë një kryetar, pse kanë struktura, pse kanë parti? Apo rrinë atëherë, presin 8 vjet dhe do vinë pushtet. Jo, s'është tamam kështu. Se kështu si e thua ti është ciklike, ardhja në pushtet. Siç e ka thënë mund të rrinë 12. Por ana sjelltas, unë nuk thash këtë gjë. Por ana sjelltas, e tjetra nuk është e vërtetë, pra që ciklet janë kaq të shkurtra dhe kaq këtë thash. Mirë. Kulla, e mendon ndryshe njësoj? Mendoj që zoti Basha ka 3 probleme. Problemi parë, pajtohem me zotin Qili, është historia dhe figura e zotit Berisha. Problemi i dytë që ka zoti Basha është fakti që nuk është vetë antar i grupit parlamentar. Duke mos qenë antar i grupit parlamentar, kjo ka ndodhur me zotin Rama kur ka qenë zoti Rama në opozit. Duke mos qenë antar i grupit parlamentar, ai ka pak instrumenta për ta kontrolluar grupin dhe grupi është në ndikim të fortë të ish figurave të forta të Partisë Demokratike, cilët janë deputet, ish ministra, kryetar parlamenti dhe vetë zotit Berisha. Dhe ky nuk është një fakt për tu nënvlerësuar. Përkundrazi është për tu nënvlerësuar dhe është një nga ato sinjalet që jepte zoti Meta nga Skrapari. Së treti, zoti Basha ka një problem dhe këtu nuk pajtohem me zotin Qili. Keni parasysh zoti Basha ka qenë ministri i brendshëm i 21 janarit. Dhe këtë këmbanën e 21 janarit, zotit Basha, to 2 parti cilat janë, sidomos PS-ja,
do vazhdojnë t'ja tundin për kohë gjatë. Tani, ne dim që zoti Basha është një politikan i ri, është me riu nga këta në mosh, është një politikan simpatik, është një politikan që ndërton marrëdhënie të mira me faktorin ndërkombëtar. Ka probleme në premisa, ende nuk mjafton, ka probleme në populizëm. Për shembull, zoti Basha ka 2 vjet dhe nuk ka shkelur një herë Shqipërinë, ta shkel gjithë përveç kohës fushatës. Ka dalë edhe në fushatë ka dalë. 3 ture ka pas të 2 vjet. Nëse kryetari i partisë nuk do dali as në fushatë, atëherë do ishte problem i madh. Por një nga gjërat që do ta ndihmojë zotin Basha, duke mos qenë më kryetari i Tiranës, është që zoti Basha do ketë kohë si kryetari i opozitës të shkojë të vizitojë fshat në fshat Shqipërinë, nëse do ta bënte do ishte mirë për të. Të shkojë në Kosovë, shkojë në Maqedoni, ka qenë dhe ministri i jashtëm, flasë për çështjen kombëtare, se nesër ky burri pretendon të bëhet kryeminist. Po Shqipëria nuk ka pak probleme, dhe shqiptarët nuk janë vetëm në Tiranë. Ka edhe 5 vjet thot Çili, se duhet prisi 8 vjeçare. Po prit se ka i problem. Ka 2 njerëz. Zoti Basha dhe njerëzit e zotit Basha akuzojnë zotin Rama pse ke vajt në Gjermani dhe nuk e shkuar të takosh shqiptarët në përkampet e refugjatëve. Më fal, e ka bërë zoti Basha gjithë sekretar opozite? Të shkojë te kampet e refugjatëve. Po ka shumë rëndësi kjo pjesë, sepse ne po themi çfarë duhet bëj, çfarë duhet bëj, çfarë duhet bëj. Duhet të jetë proaktiv për të bërë lider. Nuk bëhesh lider duke nejtë në zyrë dhe vetëm duke pi kafe, duke nejtë në restorante. Kjo është shumë e rëndësishme. Për kullën se nuk e di nëse Heneri do të përgjigjet për këtë. Berisha për Bashën është aset apo problem? Berisha për Bashën është një aset i vlefshëm. Por mund të kthehet një problem ndërkohë që njerëzit e tjerë që janë në grup parlamentar sot i referohen Berishës dhe nuk i referohen Bashës. Domethënë, kush mendon që historia e Partisë Demokratike nuk është aset e ka gabim. Berisha është politikan me 25 vjetë eksperiencë, ka qenë president, ka qenë kryeminist, e një mirë lojën politike, por mbi gjitha një mirë Partinë Demokratike. Ne flasim brenda edhe për një lloj hipokrizie të dobishme, edhe duhet në shoqëri, po 2-3 vërteta janë për Partinë Demokratike dhe për të djathtën në Shqipëri. E vërteta e parë është fakti që kushdo faktor që ka dashur ta bëjë të djathtën pa Berishën në të kaluar ose tani është i gabuar. Pa Berishën nuk bëhet. Po sa herë Berisha ka menduar që mund ta bëjë vetë ose vetëm, edhe kjo ka dështuar gjithmonë. Këto janë dy të vërteta. Sigur që është një aset, është një faktor i rëndësishëm. Së dyti, leadershipi Lul Bashës është natyrës trashëgimtare, ose të themi e mbështetur, pra nuk është si rival. Pra nuk ka ardhur si sfidant, po ka ardhur si vazhdues, ose evolutiv, dhe janë dhe partitë e djathta, ka shumë shembuj tjerë. Dhe elementi i tretë është kjo, por norma bazë do donte që Sali Berisha ditën që dorëzoi kryetarin e Partisë Demokratike, në ditën e parë të parlamentit dorëzonte dhe mandatin e deputetit. Të gjithë e dim dhe duhet ta themi që kjo është një aberracion. Aktivizmi i tij. E mendon doktorin ti pa qenë politikë? Jo, politik, mo ka mënyra për të qenë politik. A do një standard historik Berisha? Helmut Kohli nuk vazhdoi të ishte deputet. Jacques Chirac nuk vazhdoi të ishte deputet ose Çarnësi ka Andreotti ka qenë senator deri në fund, Kosika ka qenë senator deri në fund. Pra, kujtohet kemi bërë një kopertinë të mapos Berisha deputet apo senator. Senator mund të rria gjithmonë, se çdo ish kryeminist është një lloj senatori, sidomos i formatit të tij. Kjo ka qenë një aberacion, po pse? Kjo ka shpjegimet e veta, ka shumë shpjegime. U kthye Sarkozy, ëh? Po, tjetër kontekst i ri, ishte një ndërprerje absurde e ciklit të politike, kurse Berisha ishte përfundimi i ciklit politik. Pra, këto janë 3-4 vërteta që qëndrojnë. Do të marrin natë doktorin me këto gjë. Po le të më marrim, se unë kam thënë që atëherë që s'ka ndonjë gjë. Tani këtu po bëjmë analizë apo po marrim kush na merr natë për çfarë? Ne nuk kemi ardhur për të bërë çefin ose për të bërë çefin. Pra kjo është ajo. Po kjo ka shpjegimin e vet, ëh, ka shpjegimin e vet në përgjegjësinë që ka pas Berisha për ta kryer inercinë e Partisë Demokratike, inercinë e leadershipit. Leadershipi ka inerci, nuk ndron dot një bufe në shtëpi, në mënyrën se si e vë në këtë anë ose në këtë anë. Koha shkon në një drejtim të caktuar. Kemi edhe një gjë tjetër, do ta themi edhe këtë tjetrën, është ajo që thash në fillim, që kjo është një shoqëri që këtu ishët duhet të mbrohen nga sulmet e drejta dhe të padrejta. Edhe kjo është një faktor tjetër që na turbullon skenën. Sepse nuk është sqaruar asnjëherë ku është e drejta dhe ku është e padrejta. Duhet krijuar në shtete serioze ka institucion të ish kryeministit dhe të ish presidentit. Senati, duhet një formë tjetër. Keni Recep Mejdanin me shkrimin e për gazeta, ose me Alfred Mojsiun kemi një zyrë të dhëndrit, nipit. Jam në mbyllje. Kjo për mua është çështja. Ajo që duket qartësisht është ecja
jo marshimi, pa zhurmë, i sigurt, e Lulzim Bashës drejt një profili. Këto janë vetëm premisa, ka kohë, edhe ka shumë provat e Lulzim Bashës janë përpara. Pra një farë mënyre, atë që aja arriti shpejt, do t'ja vështirësoj rrugën për të kapë pushtetin, që ishte inversi Ramës. Atë që Rama arriti me vështirësi, pas ta ja letësoj popularin. E kam fjallia fundit se jam në mbyllje. Do zgjas martesa derisa të kthehet Rama nga New Yorku, nga OKB-ja? O, pa tjetër, po. Nuk ka zhvillime. Do kthehet Rama nga New Yorku, do shkoj Meta në Washington, pastaj do shkoj Meta në Itali në vizitë zyrtare në Rom. Ka ko, nuk prishet ka shpejt kjo. Tani, kur dike dhe ke vizita e Italis, na thua edhe që ndodh më mbrapa? Tani, nuk e diun, duhet referoni zyrës kryetarit parlamentit. Unë nuk punoj asë në kuvënd asë. Cili shikon një kriz të beft me njëhershme, apo gjëra do të sqarohen me kohën, do të razohen dhe për disa kohë? Po t'ishte puna për një akt, do kishte ndodhur. Nuk do të është një evolim, është një gjendje re politike që do vi me një proces dhe jo me një akt. Kuptoj. Kjo është ideja. Po që do vi një gjendje re politike, do vi. Se çfarë do ndodhë gjatë procesit dhe çfarë ekuilibrash do të rivendosen? Më ndërpreve të Basha. Shumë dyshim. Nuk thash 3 problemet që ka Basha, po nuk thash avantazhe. Ma thuaj një avantazh. Ka mosha, shmeri se gjithë. Po, faleminderit që ishit tu, faleminderit. Ka të ardhme, dhe ne nuk e kuptojmë do të sa rëndësishme është fjala të kesh të ardhme dhe mos kesh të ardhme. Për shkak moshës gjithmonë thua, po? Edhe për shkak moshës. Është 40 vjeç, 41 vjeç. Ilir Kulla Heneqilit, faleminderit që ishit sonte në studio për analizët që ndanë, mendimet tuaja se çfarë ndodh me situatën politike. Faleminderit dhe ju për vëmendjen nderuar televizionistë, di që keni qenë të shumë sot, me sa duket tensioni i krijuar në politikë ka zbritur dhe në bazë dhe përveç bisedave tuaja ka dhe shqetësim se çfarë do ndodh realisht me qeverisjen e vendit. Shpresojmë që kriza të zgjidhen në të mirë tuaj, në të mirë qytetarë dhe në kurrizin tuaj. Natë në mirë për sonte.